Vinë, po fillojmë. Po propozoj të fillojmë, nëse keni ardhur gjithë. Unë jam Albana Shani prej Institutit Reinvest. Sot kemi kënaqësinë që diskutojmë për një temë të rëndësishme, që është bashkëpunimi i Kosovës Shqipëri në fushën e energjisë dhe si të përfitohet nga komplementariteti. Ky diskutim organizohet po ato tipit të debateve Green Talks, që është gjithashtu po ato të platformës Green Action Space, një iniciativë e bashkë të Fondacionit Kosovës për shoqërinë hapur dhe të Institutit Reinvest, i cili ka për qëllim që të trajtojë tema të rëndësishme që lidhen me energjinë, mjedisin e zhvillimit të qëndrueshëm, përmes kërkimeve, përmes debateve si ky sotëm dhe shkollës së Gjelbër, gjeneratën e dytë të cilës e kemi filluar tash. Në kriza e fundit energjetike ka shumë pas që Kosova ka nevojë për një transformim të thellë të sistemit elektroenergjetik, në mënyrë që ai të jetë më i qëndrueshëm, të jetë më i diversifikuar, që të jetë më fleksibil. Dhe në këtë kontekst bashkëpunimi me Shqipërinë është shumë i rëndësishëm, që nga dhjetori i vitit 2020 Kosova funksionon si zonë e pavarur rregulluese në kuadër të Evropës kontinentale, si pjesë e bllokut të Shqipëri-Kosovë, dhe kjo është një arritje e madhe, sigurisht arritje tjera ndërlidhen me funksionalizimin e plot të bursës së energjisë Kosovë-Shqipëri dhe idealisht edhe planifikimin të bashkëm sektorit të energjisë dhe të sistemeve. Unë sot kam kënaqësinë që të ju uroj mirëseardhje dhe panelistëve. Kem përfaqësues nga qeveritë respektive, nga Kosova dhe Shqipëria, si dhe përfaqësues ekspert pavarur nga akademia. Zoti Karakaçi do të na bashkangjitet online për shkak të një takimi tjetër, nuk ka mundësi që të jetë fizikisht me ne. Diskutimin do të na moderojë profesori Muhamet Mustafa, i cili ka bonë fjalën, duke u urruar edhe një mirëseardhje edhe duke ju falendëruar për pjesëmarrjen. Profesor? Faleminderit, Alban, meni që në emër të Institutit të Reinvest, po në emër të Green Action Space, që e bëjmë bashkë me Fondacionin Kosovar për shoqërinë hapur, pra Luanit të ta përshëndes, falenderoj për idenë për këtë punë dhe për mbështetjen që na ka dhënë. Domethënë ne kemi filluar një seri debatesh, kemi filluar me të ngjillin, se një burim natyror, limitet dhe mundësitë e shfrytëzimit të ngjillit për zhvillimin ekonomik të Kosovës në dritën e agjendës së Gjelbër, ka ndarë shumë probleme, por natyrisht që të njësim dorë që tonë s'ka mo kur gjë për këtij resursi. Bëhetën shumë diskutime më vazhduar të ngjillit, edhe të ardhmen. Pastaj kishëm një diskutim për strategjinë e energjisë, e cila ka hapur shumë probleme, edhe shumë dilema, edhe pse ka dhënë zgjidhje në disa sektorë relativisht mira, por ka mbetur disa gjëra të hapura, dhe sot kemi një segment tjetër për ta diskutuar që është shumë i rëndësishëm, bashkëpunimi Kosovë-Shqipëri në fushën e energjisë, edhe na kemi thënë sa po përfitojmë nga komplementariteti dhe sa mbetet hapësinë e pambuluar dhe e pambushur me bashkëpunim kur kemi një kur kemi dy sisteme dhe resurse aq komplementare njëra me tjetrën. Në një ditë me një shok të folë tash në Shqipëria dhe Kosova nuk ka nevojë shumë, nashta me investu shumë në bateri për me deponu rrymën për arsye se ato mund të shërbejnë njëra tjetrën si një lloj baterie, aq shumë janë komplementare, natyrisht janë bërë shumë përpjekje, në rrit shumë rezultate, kohet shumë kontakte, me thonë se për rezultate ende do të presim si duket, por ka një intensifikim të diskutimeve, të bashkëpunimit midis dy vendeve, kohëve të fundit, duke filluar prej problemit tregut të përbashkët, memorandumet e bashkëpunimit, bilanci i përbashkët, shumë çështje në hap, cilat i ka pru në renditës larg përquhësja apo interkoneksioni 400 volts, kilovolts. E Komali gjithmonë i kërkojnë ndihmë për këto kilovolts, megawatt, kilowatt. Si, gjithë edhe televizionin. Edhe kur e patën bollë strategji, tash ani rrek nga çu. Edhe ministrat thoshin 400 kilowatt. Sa më shpore. Faleminderit Ali edhe kësaj herë. Atëherë pa humb shumë kohë, unë kisha filluar me panelistët, ne kemi sot një panel shumë të zgjedhur, kisha më thënë, kemi dy
përfaqësues të qeverive, domethënë njerëz që punojnë gjatë në sektorin e energjisë, zoti Sabit Gashi, edhe zotëri Enea Karakashi, cili do ta lajmërohet online, domethënë pas pak, mandej kemi edhe dy ekspertë të njohur akademik, por edhe profesionist të kësaj fushë, me një eksperiencë në energji, profesor Ali Hamidin dhe profesor Lorenz Gordanin, të dytë domethënë nga konde të ndryshme, por me përvojë të shumë relevante rreth bashkëpunimit ekonomik, po edhe rreth zhvillimit të sektorit të energjisë. Pra kemi një panel të zgjedhur dhe kemi një audiencë po ashtu të zgjedhur, po shoh spaku 4-5 drejtor të kekut edhe funksionerë të sektorëve të tjerë. Kështu që ju falenderoj shumë gjithë për pjesëmarrje, po fillojmë. Spari kisha kërku që të ndëgjojmë prej përfaqësuesve të qeverive, domethënë, mandej prej komentet edhe angazhimet e dy ekspertëve të akademisë. Pari kisha dhënë fjalën zotëri Sabit Gashit, udhëheq në sektorin e energjisë në Ministrinë për Ekonomi dhe Zhvillim. Profesor, përndej shumë për ftesën edhe një nderuar. E qenë panelist këtu për vonë së audiencë ekspertësh dhe më lero që ndoshta ta filloj nga një, me qenë se kemi të bërë me tregun e përbashkët në Shqipëni, nga një aforizëm ose si do të ta quajmë të një ekspertit që na ka ndihmuar në sektorin e energjisë. Na jo që kemi nevojë të bashkëpunojmë me Shqipërinë, por na jemi të dënuar ataj të bashkëpunojmë me Shqipërinë. Na ka dënuar Zoti dhe edhe mos dashëm na s'kem çfarë pa bashkëpunim. Na ka shpërblyer Zoti që mund. Ajo të kena kuptimin që politika nuk po është shumë e rahatshme në këtë drejtim, dhe edhe mos dashëm dënuar janë me kry këtë. Ka detyruar, ma mirë me thonë, ka detyruar Zoti. Kështu që unë mendoj që kjo flet mjaft në kuptimin e komplementaritetit që e përmeni profesori. Ju Reinvesti ka punu, sa di unë 2006 ka përgatit një strategji parë të sektorit energjisë, 2005-2015 në duket, dhe aty ka qenë objektiv bashkëpunimi regional dhe bashkëpunimi me Republikën e Shqipërisë, se një fokus. Ky objektiv ka vazhdu gjithmonë në dokumentet tona strategjike, edhe në 2017-2026 e kemi poshtë të njëjtin objektiv, si dhe në strategjinë e re që është duke u punu, po ashtu bashkëpunimi regional dhe bashkëpunimi me fokus të veçantë me Republikën e Shqipërisë, sektorin e energjisë zëvend të rëndësishëm. Albani në fillim mi përmendi dy rezultate të krejt bashkëpunimit në punë bëhet sikur minirë që s'është e kërkush, po në fund rezultatet janë këto dy rezultate kryesore që kemi bllokun e përbashkët rregullues të dy zonave rregulluese, dhe kjo, me qenë se kemi kadriun këtu, kjo ka një histori që pak njerëz mund ta dinë, por që është një rezultat i jashtëzakonshëm si produkti këmbguljes. Po të mos ishte Republika e Shqipërisë, nëse nuk do të ishim në NCI, bazuar në historikun e problematikave që kemi pas. Ju e din që nga viti 2013 e këndej me pas marrëveshjes me energji, janë bërë disa përpjekje të vazhdueshme bazuar në dispozitat e asaj marrëveshje, por që për shkak të obstruksioneve ju e dini që Serbia, si me thonë, ka vazhdimisht ka qit pengesa të mos zbatoj edhe ato që vetë të kishtë nënshkruar. Derisa u lodh edhe NCI-a dikur dhe fal një angazhimi të jashtëzakonshëm të stafit të Kostit, arrin që në bashkëbisedime edhe shoqërore edhe institucionale e tjera të gjejnë një rrugdalje në mënyrë që të kalohet pengesa prej 2013 të në vitin 2019, kalohet pengesa dhe kemi një gur themeltar në vitin 2019, ku bëhet një marrëveshje ndërtor, marrëveshje e Kostit me OST-n për bashkimin e tregjet për të operuar në të njëjtin bllok rregullues, dhe kjo bëhet me
njoftimin dhe me denin e NCI-s. Dhe këtu është ai guri themeltar i cili fillon të heq pengesat kryesore të bashkëpunimit rajonal dhe të krijimit kushteve për funksionalizimin edhe të tregut të energjisë, sepse përderisa ishim në kuadër të zonës rregulluese të Serbisë brenda bllokut me Maqedoni, Malzi, Serbi, e kishim të pamundur, të hapnin, të krijoheshin kushtet praktike për me hap tregun e energjisë. Më vonë, kjo është ai guri themeltar, bile kemi edhe reagimet aty të qeverisë të Serbisë, që e klasifikuan më njëherë se këtu po bëhet Shqipëria, jo, po bëhet tregu energjetik i Shqipërisë madhe. Është oficiale, është zyrtare kjo. Që tregon është shumë e vërtetë dhe na do të ecim patjetër, ne po dume në konotacionin e diçka që ata nuk i kishin pritur, që mund të gjendet rrugdalje për me të kalu pengesat, është gjunohën dërgëmtare, por ja që fal bashkëpunimet me Republikën e Shqipërisë, fal ndihmës, dhe ne sot jemi këtu ku jemi me këto dy rezultate konsiderat të mëdha. Krahas kësaj u krijuan edhe kushtet që të fillojmë njëherë edhe krijimi i bursës energjisë si një instrument, si një mekanizëm i cili, si me thonë, i kanalizon të gjitha rrjedhat e energjisë në kuadër të tregtimit të dy vendeve. Kështu me thonë në një bashkëpunim tjetër që ka një rezultat, dhe këtu besoj që Leon Shllauku do të kësohet, është rezultati i studimit vizibilitetit të gasit Shqipëri-Kosovë, është projekti Alkogap, dhe nisma ka qenë në Republikën Shqipërisë në vitin 2013, ne kemi bashkangjitur, dhe ky projekt ka arrit me u kualifiku në listën e projekte me interes për bashkë komunitetet të energjisë, dhe më thonë drejtin ka pas një debat jashtëzakonshëm atje në komunitet të energjisë, se si mund të kualifikohej ky projekt, përderisa patro projekti i Malezi. Kështu që falë eksperiencës së ekspertëve të Republikës Shqipërisë në këtë fushë, se na ishim pa eksperiencë, ne arritëm me vendos në listën prioritare. Dhe më vonë, në vitin 2017, u fitua një donacion me ndihmën e IBRD-s dhe është bërë studimi para fezibilitetit për projektin Alkogap, i cili nxjerrte projektin fezibël, dhe njëkohësisht rekomandim për atij studimi ishte që të bëhen master plan për gasifikim edhe në Republikën e Shqipërisë, edhe në Republikën e Kosovës. Këtë drejtim Republika e Kosovës ka progres, jemi në fazën finale të masterplanit gasit, janë disa drafte, kemi një draft të një unaze të gjitha qyteteve të Republikës së Kosovës, që do të kyçen në gasjellës, me dy burime të mundshme të furnizimit, një nga linja Shqipëri-Kosovë, nëpërmjet, si më thonë, bazuar në atë studim para fezibilitetit, dhe tjetra është përmes linjës me Maqedoninë, Shkup-Prishtinë. Këtu kisha më thonë ato 3 produktet e një pune të jashtëzakonshme, dhe sfundi me marrëveshjen me memorandumin fakt të qershorit të këtij viti, mes dy qeverive, mes dy ministrive në fakt, për bashkëpunim, monitorim e tjera me radhë sektorit të energjisë, është themelu një grup punuesi përbashkët. Ne kemi nominu ekspertët, Republika e Shqipërisë po ashtu ka nominu koordinatorin, ende ekspertët nuk i ka nominu, sa kam informacion deri sot, dhe të cilët veç kanë fillu të shkëmbejnë ide për bashkëpunim.
Domethënë, sot I mora prej atij kryetarit grupit, që ka dërguar një letër te Republika e Shqipërisë, te Departamenti përkatës. Ata thonë që na do të punojmë në njoftimin e secilës palë për zhvillimet aktuale në sektorin e energjisë, domethënë të ketë një komunikim të përditshëm. Shkëmbimi I energjisë elektrike mes Kesh dhe Kikut të diskutohet në baza periodike dhe të shihen pengesat eventuale e tjera me radhë. Balanca e energjisë konsiderohet një dokument që neve na mungon dhe duhet patjetër që në të ardhmen ta projektojmë bashkëpunimin në mënyrë që krijohet një grup I përbashkët pune e cila e harton balancën e përbashkët e energjisë duke maksimizuar, si me thonë, në mënyrë të koordinuar gjithë potencialin energjetik, duke përshtatur sa më shumë me konsumin e një federate të tregut të energjisë. Si dhe disa aktivitete tjera që I kam propozuar pala jon, dhe besoj që gradualisht, në qoftë se arrim që ky grup punues, që këto dy grupe punuese të përdoren të shërbesin në përtham fillestare, e cila më vonë do të filloj të krijoj komitete të përbashkëta, ndoshta për sesion të tash për tash profesor. Ju falenderit shumë zotri Sabit. Mendoj se ju I dhatë disa pika të rëndësishme në fjalën tuaj ku mund të shkojmë më tutje. Unë pa humbur kohë kisha ftuar zotrin Enea Karakashi që të na bashkangjitet të shohim perspektivën e dy qeverive, mandej kemë dy ekspertë që I kemë këtu dhe mandej hapëm edhe debatin për. Ju përshëndesim zotri Enea, ju falenderit për gatshmërinë tuaj që të bashkangjiteni me prezantimin dhe kontributin tuaj në këtë diskutim në panelin që kemi këtu. Ju falenderojmë edhe një herë dhe keni fjalën. Faleminderit gjithëve. Po e mirë aty. Ju kërkoj ose me të kisha shumë të kisha aty prezent faktë vlerë, po për shkak të angazhimit qeveritar me qeverinë e Azerbajxhanit që kemi disa vizita, kisha të pamundur të isha. Megjithatë, jam shumë I lumtur që jam këtu online dhe shpresoj që sakin të dëgjuam mirë dhe të sillen të dëgjojmë shumë momente të gjithë kohës. Do vazhdojmë, si është agenda, do vazhdojmë një pari, apo do jetë... Vazhdo. Okej, faleminderit. Mirë, shiko, unë doja të bëja një përcjellje të shkurtër të, le themi, hapave dhe masave të marra gjatë kësaj kohe, në lidhje me bashkëpunimin, le themi, ndërmjet sisteme elektroenergjetike shqiptare dhe kosovare. Ndoshta një prezantim shumë të shkurtër të ku jemi gjatë kësaj kohe, pra gjatë gjithë kësaj periudhe dhe në vite, në fakt ka një legjende urbane që thuhet që sistemet elektroenergjetike tonë mes të dy vendeve janë shumë komplementare me njëra tjetrën. Në fakt është e vërtetë. Pra, në kuptimin ne prodhojmë nga energjia hidrike, ndërsa ju nga energjia termike. Dhe po ashtu në farë mënyrë edhe le themi seksionet prodhimit të energjisë elektrike ne na përputhen sepse ne kemi një lloj energjie më shumë gjatë le themi dimrit, kur ka prurje më të mëdha hidrike përgjithsisht. Dhe ndërkohë nga ana juaj ka disa prurje më të mëdha ose le themi prodhim më të madh energjie gjatë verës kur ne kemi mungesë. Dhe në këtë kuptim le themi ka një lloj komplementariteti. Sigurisht gjatë gjithë viteve që unë kam disa vite në ekstrem, ne kemi bërë me qeverinë e Kosovës në 5-6 marrëveshje për këtë çështje. Që jemi pra në kohra të ndryshme. Madje për t'ju thënë edhe se me shëndemi, le themi në diskutim pak më informal, edhe në përmbajtje të njëjtë pothuajse gjatë viteve. Dhe megjithatë vetëm në 3-4 vitet e fundit ka pasur disa hapa konkret shumë interesant, që unë mendoj që kanë për të thënë një shtytje shumë të mirë.
së pari ka një vendimarrje të përbashkët për krijimin e tregut të përbashkët ndërmjet Shqipërisë dhe Kosovës. Po ashtu, për herë të parë në fakt në dijenin time në historinë e bashkëpunimit Shqipërisë dhe Kosovë, kemi një shoqëri të përbashkët të krijuar ndërmjet një operatori publik shqiptar dhe një operatori publik të shtetit Kosovës, që është Bursa e Energjisë Elektrike, Alpeksi. Alpeksi, Bursa e Energjisë, ka le të themi dy ortak, që është operatori i sistemit të transmetimit shqiptar dhe operatori i sistemit të transmetimit të Kosovës. Dhe po merren masat e përbashkëta për të bërë efektive dhe funksionale këtë bursë energjie, le të themi brenda fillimit të vitit 2023. Çfarë do bëjmë fakt bursa dhe çfarë do bëjmë Bashkimi i Tregjeve nuk është ajo çfarë diskutohet gjatë gjithë periudhës pra për komplementaritetin e prodhimit të energjisë elektrike ndërmjet shtetit të Kosovës dhe shtetit të Shqipërisë. Sepse bursa Bashkimi i Tregjeve bën vetëm alokim të kapaciteteve të transmetimit. Dhe bursa e energjisë po ashtu bën vetëm ndarjen e prodhimit brenda ditës apo të ditës në avans që quhet ajo në farimin e platformave energjetike. Tani, për sa i përket komplementaritetit të prodhimit të energjisë elektrike dhe të ndërmjet dy korporatave, pra korporatës Kesh dhe korporatës Kek, në fakt ka një vit të ca që këto dy shoqëri bashkëpunojnë shumë mirë me njëra tjetrën. Megjithatë ne duhet të kuptojmë që po nuk u rritën kapacitetet prodhimit gjeneruese të dyja shteteve, kjo legjenda urbane, komplementaritetit të dy prodhimeve do vazhdoj të jetë një legjenda urbane, sepse ne duhet jemi realist me njëri tjetrin. As ju nuk i keni kapacitetet e nevojshme për të përballuar gjithë konsumin e energjisë elektrike të shtetit tuaj, as ne si shtet shqiptar nuk i kemi kapacitetet e nevojshme për të mbuluar gjithë konsumin e shtetit Shqipërisë. Pra, pa patur ne kapacitetet e nevojshme gjeneruese që të mbulojmë pakën së brendshme një herë nevojat tona, do ishte e pamundur që ne të kemi një komplementaritet që të ndihmojmë njëra tjetrin. Dhe unë po jap vetëm dy shembuj që për shembull gjatë gjithë vitit ne jemi ndihmuar shumë nga Keku, kur ka patur le themi mbi prodhim energji elektrike që na ka dhënë sasi energjie. Po ai sasi energjie që na ka dhënë Keku neve është në periudhën e natës, kur sigurisht atëherë kishte surplus energjie Keku. Për ne është shumë mirë, por nuk ka zgjidhur nga halli që kishim. E njëjta gjë është kur ju kishit në korrik dhe gusht kryesisht, kur patët edhe ndërprerjet e energjisë elektrike, që ju kërkoshit energji nga Keshi dhe Keshi thoshte se do unë isha pjesë e ditës. Dhe Keshi thoshte unë nuk kam energji elektrike për të siguruar nevojat e brendshme. Dhe si mund dhe kam pamundur, mund të jap disa sasi energjie, por kam pamundur se pastaj bie që të ngel edhe Shqipëria pa energji elektrike. Pra, disa masa, ndoshta edhe për ta përmbyllur, disa masa të rëndësishme janë marrë për Bashkimin e Tregjeve, disa masa të rëndësishme dhe për mua shumë strategjike janë marrë, siç është krijimi i bursës së energjisë elektrike. Nga ana tjetër, shumë veprime duhet të ndërmerren nga të dyja shtetet në radhë parë për sigurimin e nevojave energjetike të secilit shtet, në pastaj që të bashkëpunojmë dhe të ndihmojmë njëri tjetrin siç duhet të ndihmojmë njëri tjetrin. Ka që kisha unë për një ndërhyrje të parë dhe pastaj mund të vazhdoj me diskutime nëse ka. Ju faleminderit zoti Karakashi, ju natyrisht nëse keni kohë mund të mbeteni të i pranishëm në debatë dhe mund të intervenoni edhe më vonë. Në ndonjë propozim apo ndonjë përgjigje në pyetje që do të ketë audienca. Po vazhdojmë pra me kontributet e panelve. Tash e kisha lut profesor Ali Hamidin që t'jap perspektiven vetë, po jap përparësi Lorenz, profesori ty, po thot Lorenzi të të pari edhe unë me knaqësi po pranoj propozimin e tij. Lorenzi ka një propozim atje në një prezantim apo jo? Po, falë se sa të rregullohemi që vetëm sa ekspertëve të gjeneratës re, por me një përvojë mjaft të gjerë, ne jemi njoftu para një 7 vjetë këtu në një hall që kisha unë për me shkru një raport për SECAP-in, se Kosova e kryesonte
asamblen parlamentare që kapet e kryeson të këtë Komisionin për Energji, dhe unë e udhëheq atë komision, e duhim me bona një raport dhe ishte duhe shpejt, prandaj në atë moment në objet Lorenci, i cili kishte një informacion shumë të mirë, lidhur me zhvillimin e komunitetin e energjisë, lidhur me politikat europiane për energjinë. Tash ajo është një pedagog, por ka qenë një bashkëpunëtor dhe i Komisionit Evropian për çështjet e energjisë në Shqipëri për një kohë të gjatë. Ashtu udhëheq studimet master në Universitetin e Biznesit e Tiranës. Ne falenderojmë Lorencin që ka gjetë kohë dhe ka ardhur. Prom kemi bisedu mjaft gjatë për këto probleme. Edhe të shohim perspektiven e. Atëherë, ju falenderoj të nderuar kolegë pjesëmarrës. Në veçanti duhet pikërisht të falenderoj profesor Muhamet Mustafën për ftesën këtu, gjithë kolegët dhe bashkëpunëtorët e stafit tuaj që më mundësuan të jem pjesëmarrës në këtë aktivitet. Është një aktivitet që unë besoj është shumë i rëndësishëm dhe pikërisht i shërben asaj që është në dobishme ditët e sotme, domethënë me krijuar platforma. Pikërisht pra nëse duam të shikojmë, është shumë e dobishme pra për si thua për të përshtatur me avancimet e ditëve të sotme që të kemi një bashkëpunim me disa aktorë të ndryshëm, pra autoriteteve publike, nuk e di, zëri ju vjen mirë se unë e ndigjoj pak, atëherë nuk e kam problem se mirë është edhe për mua, mjaftueshëm. Pra është shumë e dobishme që ne të forcojmë si thua lidhjet, bashkëpunimin, realizimin, partneritetet midis autoriteteve publike, midis kompanive publike pa diskutim, por edhe sektorit privat, sepse ky është thelbi kyçi i liberalizimit, shoqërisë civile dhe të gjithë aktorëve pra të shoqërisë dhe që janë përfshirë në sektor dhe që mund të japin një kontribut. Pikërisht pra në këtë fokus besoj që edhe ky takim i mundson ose vën në vëmendje të veçantë çështje të rëndësishme siç janë energjia, duke bërë të mundshme pra që të shikohet se si mund të përfitohet më shumë në këtë fushë, duke ofruar sinergjitë dhe bashkëpunimin nga të gjitha palët. Pa diskutime ardhmja është tek siguria, tek qëndrueshmëria, tek dhe sektor pra të cilët dhe ndërlidhja sigurisht dhe sektor pra që në fokus, në thelb kanë energji për zhvillimin ekonomik. Dhe në këtë kuadër pra bashkëpunimi duhet parë pak më përtej, edhe unë atë që do përcjell në prezantimin tim ka edhe për të lëvizur pak nga ato piketat që i mësuar të bashkëpunimit, pra po mundohem sepse në finale unë për shembull neve patëm diskutimet nga profesorët e sektorit publik, pra edhe sektori privat duhet japë kontributin e vet, duke u përfshirë. Dhe pikërisht pra duhet të lëvizin situash nga ato piketat që janë tradicionale, bashkëpunimit vetëm ndërmjet dy qeverive dhe të shikojmë pra dhe se si të ndërtojmë mura partneriteti midis edhe aktorëve privat, duke shkuar dhe të gjithë sektorët e tjerë të energjisë që kanë të bëjnë me gjetjen e zgjidhjeve, me adoptimin e zgjidhjeve të reja, inovacionit e gjithçka tjetër. Dhe besoj pra pikërisht që gjatë takimeve ciklit që ju jeni duke zhvilluar, e cila është pjesë edhe ky, do të ketë pra dhe ka folës të ndryshëm të cilët kanë dhënë pikpamjen e tyre, dhe siç e thash pra në pikpamjen time unë do të përqendrohem tek qasja që ka të bëjë me qasjen think tank, në fakt e cila në bashkon me profesorin dhe pikërisht që vendoset pra midis akademisë dhe biznesit dhe duke mbështetur ato që janë politikat publike. Dhe nga kjo pikpamje pra dua të sjell që sektori i energjisë është një ndër motorët kryesorë të ekonomisë, madje në ditët e sotme ky ka qenë tradicionalisht gjithmonë, por vetëm po ta mendojmë në ditët e sotme me çmimet e energjisë, pra sektori tradicional, nëse ne e marrim në Shqipëri tek 600 milionë euro turnoveri final i kompanisë OSHE, grupit OSHE, tani është transformuar, po themi minimalisht tek 1.5 miliardë euro, por dhe në 3 miliardë euro dhe ne nuk e dimë se si do të jetë e ardhmja. Kështu që në varësi të këtij zhvillimi pra po flasim për një GDP që ka Shqipëria, GDP-ja dakord është 12, por edhe buxheti që është rreth 4.7 miliardë euro, pra po flasim për një sektor i cili zën një peshë të jashtëzakonshme dhe pikërisht për të treguar edhe sepse gjithmonë ne vëmendjen duhet ta përqendrojmë aty ku ka më shumë rëndësi pra, sepse edhe energjitë duhet i çojmë në këtë drejtim. Kështu që për sa i përket Shqipërisë, sepse unë nuk dua të jem edhe përsëritës i gjithë atyre aspekteve që sigurisht është shumë e dobishme që përcillen zakonisht. Por ne duhet të shikojmë edhe në sektorin privat pra çfarë bëhet. Dhe për këtë duhet të sjell diçka që natyrisht e njihet,
Pra Shqipëria njihet për specifika që ka për sa i përket prodhimit nga energjia hidrike dhe energjia fotovoltaike me kosto shumë të ulët. Kostoja e tyre pra nga ke hidrikja është ke 30 euro për megavator duke filluar prej aty, ndërsa fotovoltaika është edhe më poshtë, pra maksimumi është 30 euro për megavator duke zbritur më poshtë. Shumë kompani besoj mund ta prodhojnë edhe ke 20 euro për megavator, varet nga se sa të aftë janë dhe nga kapacitetet dhe përfshirja që ato kanë. Dhe pikërisht në këtë sektor natyrisht në shumë është bërë pa diskutim dhe neve kemi të instaluar tani rreth 2600 mega të instaluara dhe të cilat prej tyre rreth 1200 janë prej sektorit privat. Pra, në fakt në këtë drejtim Shqipëria ka pasur një ecuri të mirë duke përfshirë nëpërmjet formës së partneriteteve pikërisht sektorin privat, duke e cila në fakt ndonjëherë është anatemuar, por në fakt në këtë periudhë krize u gjet pra si një deri diku një shpëtimtar, duke qenë se gati, po themi të paktën gjysma e prodhimit vjen, megjithëse një pjesë sigurisht janë prodhues të mëdhenj dhe ato eksportohen. Dhe në këtë drejtim pikërisht pra mund thuhet nga ana tjetër që nga ana tjetër mbetet një potencial i jashtëzakonshëm dhe është rreth 44% e burimeve ujore të Shqipërisë janë akoma të pashfrytzuara, janë dhënë përmjet kontratave, por nuk janë zbatuar për të folur për potencialin. Dhe unë do thosha që për fat të keq, ose si thua, ato janë kontrata aty të vlefshme dhe janë në kërkim të partneriteteve. Dhe për fat të keq, mund të them që kanë qenë shumë të rralla dhe janë të rralla rastet ku ne shikojmë investitor nga Kosova, pra krahas investitorëve të tjerë që kemi, arrin të përthithim investitor nga Austria, nga Italia, nga Franca, dhe nga shumë vende të tjera dhe Norvegjia për shembull, dhe nuk kemi investitor, nuk kemi këtë shkëmbim pikërisht në sektorin privat. Sepse unë them që ne duhet fillojmë të mësojmë se çfarë bën secili nga neve. Nuk duhet vetëm të kërkojmë se çfarë po bëjnë autoritetet, natyrisht dhe ato dhe shumë nga pjesëmarrësit tu dhe unë jemi nderuar që i shikoj, kanë qenë përfshirë, por do ta thënë dhe autoritetet përbëhen pikërisht nga neve dhe kështu që ne gjithmonë duhet të ngrejmë këtë pyetje vetes. Po aq për sa i përket pra dhe këtu ka dhe diçka interesante për shembull lidhur me këtë, sepse për shembull kaskada e Drinit në fakt siç njihet është pjesa më e madhe, një pjesë e saj gati gjysma e saj e pelgut mbledhës së Drinit vjen pikërisht nga Kosova ose përtej kufive të Shqipërisë, sepse një pjesë natyrisht edhe nga Maqedonia dhe nga Malizi. Pra pikërisht pra ne kemi një sektor i cili në një farë mënyrë duhet ndoshta ta kishte vënë me kohë bashk për të parë se si mund ta shfrytëzojmë në mënyrë më eficiente, sepse kam frikë se ndoshta mund të shkojnë në një drejtim dhe natyrisht pastaj secili vend do bëjë edhe zgjedhjet e veta dhe si thua bëhemi më pak eficient. Pra ndoshta për shembull projekti madhor i Skavicës duhet shikojmë pikërisht një bashkëpunim të veçantë në këtë drejtim midis përsëri nëpërmjet një themelimi të kompanie përbashkët siç e neja e përmendi, rruga është çelur, kemi bursën e energjisë, Alpexin, e cila është një themelim me 2 aksionerë përbashkët dhe e cila pra është benefitim i mirë. Në ditët e sotme, nëse duam nxjerrim në një benefit, ne duhet mësojmë të bëhemi aksioner. Nuk mundet për shembull Shqipëria natyrisht ka pasur një arritje të mirë me realizimin e projektit të TAP-it, po aq janë disa projekte të tjera, por për shembull edhe tek Devolli kemi një partner të jashtëzakonshëm, siç është Statkrafti, por ne nuk kemi aksioner tek ato projekte. Kështu që nuk mund të mendojmë nxjerrim përfitime ose për nxjerr përfitime duhet të mësuar të bëhemi aksioner. Kjo është besoj një diçka dhe natyrisht në këtë drejtim pra është edhe si thua është edhe detyrueshme duke qenë se ne duhet të mësojmë të shfrytëzojmë burimet natyrore midis neve në mënyrë më eficiente. Siç nga ana tjetër lidhur me tregun e energjisë fotovoltaike është duke punuar shumë dhe kemi pra zhvillime që natyrisht janë shumë premtuese dhe aty kemi një numër të madh kontratash, por mbi 1200 mega për shembull ose 1300 në fakt dhe më shumë dita ditës shtohen dhe pikërisht pra janë në kërkim të partneriteteve, në kërkim të sinergjive dhe pikërisht këtu do ndaloja po aq në një moment, për shembull ne kemi pasur 2 ankande shumë të suksesshme të Karavastas dhe Spitallës me kapacitete të rëndësishme dhe kemi parë që kur kemi realizuar garat, çmimi i energjisë ka arritur çmimet që kanë shitur, një pjesë e rëndësishme, 50 dhe 70 respektivisht për Karavastan dhe Spitallën, ka arritur me çmime shumë të ulta, më pak se 25 euro dhe më pak se 30 euro për megavator.
Pra, si thua ne kemi ndërmarrë ose dhe kemi provuar kush është rruga e drejtë dhe përsëri ngurojmë, nuk kemi deri tani një projekt të përbashkët midis dy qeverive shqiptare për të ndërtuar një projekt fotovoltaik, duke i shtuar kësaj dhe lehtësira që kanë mundësi qeverit për të ofruar, duke bërë pra që të kishim përfitime direkte dhe të prekshme. Kështu që them pra që duhet fillojmë të mësohemi dhe të, siç e theksova, të dalim pak nga korniza tradicionale, pa diskutim. Unë jam fautor dhe mbështetës i bursës energjisë dhe me zipres diçka të tillë, dhe është shumë e dobishme dhe bloku dhe balancimi dhe bursa dhe gjithçka tjetër, po duhet shkojmë pak më përtej. Duhet të ulemi pak më shumë në terren dhe të shikojmë projekte konkrete gjithmonë me këtë qasje. Natyrisht Shqipëria unë i prej ka avantazhet e veta dhe Kosova që nuk është vendi që t'i them, por vetëm për mbledhurat ka një kosto shumë të ulët për sa i përket prodhimit nga qymyri, është një moment i jashtëzakonshëm, mbetet për ju ta vlerësoni për ta shfrytzuar dhe në çfarë mase, por është një moment ndoshta i fundit që pikërisht është me avantazh për të shfrytzuar, siç Kosova ka një rol shumë qendror dhe mua më bën qefi dhe sepse ne drejtohemi në një farë mënyrë dita ditës lidhur pikërisht me projektin e gazifikimit të Kosovës. Shqipëria natyrisht e ka më herët. Këtu gjejmë gjithmonë një, po themi që diçka tjetër bëhet në letra ose në dokumente ose strategji dhe nuk ka të lidhjen pikërisht me atë që ndiqet në realitet. Dhe pikërisht Kosova ka një rol qendror më shumë se sa Shqipëria, sepse ne jemi pjesë e një korridori fundor, megjithëse na pëlqen gjithmonë për ta vënë veten në qendër, por Kosova është më në qendër nga pikpamja strategjike për sa i përket ndërlidhshmërisë, për sa i përket linjave të tensionit, por edhe gasjellsve. Dhe në fakt për gasjellsit në mënyrë specifike ato gapi nga fizibiliteti që është nxjerr është parashikohet filloi 2025, diçka e tillë, por mbaron rreth 2030-2029. Pra shumë ndoshta duhet ishte projekti i parë, ndërkohë që neve po shtym secili duke parë jemi pra disi mungon ai koordinimi ose si thua, një gjërat ide që unë duhet të nxjerr është jemi në një moment kyç dhe pikërisht kjo lidhet pikërisht me sepse kjo është bota e tjetër deri në këtë moment. E ardhmja ka të bëjë pikërisht me tregun e energjisë dhe me shndërimet që ndodhin. Dhe ne duhet të shikojmë se si këto shndërime duhet t'i shtymë në ato aspekte të cilat janë më me interes kombëtar, sepse është një investim i mirë gjithmonë, pa diskutim drejt zhvillimit, nuk mendoj që duhet të egzagjerojmë në notat patriotike, por të gjithë aspektet e zhvillimit ne duhet i vëjmë si thua prioritetin e parë, besoj do ishte në dobin ton ta vëmë ka ajo që është sepse rrugët janë gjithmonë të ndryshme, alternativat janë të ndryshme, por ne duhet të zgjedhim si opsion të parë atë të bashkëpunimit midis njëri tjetrit, sepse është gjithmonë si thua investimi më i mirë që mund të bëjmë afatgjat. Besoj nuk ka shumë nevojë më u zgjatur, por edhe për të thënë duhet gjithmonë përsëritur. Kështu që pikërisht në këtë kuadër të ri, natyrisht shumë gjëra do ndryshojnë. Në këtë kuadër ne po shkojmë bashkërisht me Kosovën përpara, por mos harrojmë që pikërisht tregu është i tillë ose zhvillimet evropiane janë të tilla ku Shqipëria ka po aq opsione që të heci me projekte të përbashkëta rajonale, pra gjithë vendet po shkojnë nëpërmjet coupling, pra duke u harmonizuar dhe Shqipëria ka mundësitë që të bashkërendohet për shembull në projekte të ndryshme, njëri përfshin Serbin e cila në atë moment që është lançuar si ide quhet EIMS-i, projekti EIMS, inkludonte si thua brenda dhe nuk merrej shumë me zgjidhjen e çështjes politike midis Kosovës dhe Serbisë, pra përfshinte Serbin, Malezinë, Shqipërinë, madje edhe Italinë. Dhe është një projekt, një opsion. Një opsion tjetër është partneriteti i Shqipërisë me Greqinë dhe ky në po aq është si thua ka qenë në diskutime dhe ka qenë i gjithmonë i vlefshëm. Pikërisht pra, opsionet janë të ndryshme dhe si thua duhet jemi konshient pikërisht që në ditët e sotme tregu energjisë, investimet ndjekin sinjalet e tregut. Po aq pra edhe trendet janë drejt bashkëpunimit dhe integrimit, të cilat ndjekin si thua konjunkturat ndërkombëtare, ku nëse neve nuk fillojmë në këtë moment duhet t'i japim rëndësi të veçantë pikërisht se si mund të përshtatemi me këto zhvillime dhe si mund të nxjerrim përfitimet maksimale për tyre, natyrisht nuk mund të pritet që do vinë nga donatorët gjithmonë, si thua mbështetja që ato të mendojnë edhe se si mund të jetë më e vlefshme midis neve. Dhe pikërisht pra, edhe kuadri evropian në fakt jep ato më së shumti është i rregulluar, duke kaluar te pjesa finale si thua, e disa propozime të cilat lista mund të jetë gjatë dhe pafund dhe diskutimet për secilën mund të jetë pafundme.
Pikërisht pra është një proces gradual, nuk liberalizimi, integrimi rajonal, nuk është diçka që dikush duhet të trembet, që del jashtë një kontrolli, është një proces që shoqërohet shpeshherë dhe me pengesa dhe me rimendime dhe rishikime, dhe pikërisht pra është një proces ku ne duhet kemi duke qenë se sektori i energjisë është një rëndësie jetike, jashtëzakonshme, nga pikpamja ekonomike, ta themi së pari, pastaj edhe nga pikpamja kombëtare, që mund ta nxjerrim më përpara, po si thua, nga pikpamja vetë ekonomike në ditët e sotme është kaq evidente, kështu që është një sektor i cili ne duhet të fillojmë t'i kushtojmë të gjithë vëmendjen e dur, siç e thash, duke përfshirë kontributet e të gjitha palëve, sepse natyrisht autoritetet publike kanë limitet e tyre, kështu që pikërisht diçka e tillë duhet bëhet, pra duhet të shikojë se si neve mund të gjejmë lidhur dhe po them sektori privat, se si mund gjej kush janë qëllimet e përbashkëta, nga ana tjetër po aq duke parë me donatorët kush janë objektivat e përbashkët, duke përfituar nga mundësia që kuadri nuk është si thua evropian i energjisë, është përbërë nga regulation dhe direktiva. Direktivat janë të zbatueshme për të arritur qëllimet. Rrugët se si mund të arrihet këto është në dorën e shteteve duke i përshtatur me realitetin e tyre. Politika evropiane, siç e dini, ka qenë shumë e vështirë me arritur në një energy policy, pra me u bërë një politikë evropiane për energjinë, secili ka miksin e vet dhe duhet jemi koshient që gjithë aktorët kanë luajtur në vazhdimsi për gjetur ekuilibrat e tyre më të përshtatshëm dhe në fakt prandaj janë edhe të vonuar në ditët e sotme për të përgjigjur qoftë edhe sfidave të krizës dhe sfidave të tjera globale. Kështu që në këtë kuadër pra është shumë e rëndësishme që të kërkohet pra të ndiqet, unë do thosha së pari dhe pra bashkëpunimi bëhet jetik dhe partneriteti është vetëm çelës drejt suksesit në një farë mënyrë. Neve në këtë kuadër nuk mund të jemi në korniza të ngrira, them duhet jemi fleksibël, siç unë mundoha edhe të paraqes disa mundësi bashkëpunimi, pra të shikojmë duke u bërë pjesë madje, jo duke pritur edhe duke ndetur tek plotësimi i disa aspekteve që ndoshta marrin vëmendje më të madhe politike, por nga pikpamja praktike, si thua, ka shumë aspekte të tjera të cilat janë më të vogla, por që janë më të rëndësishme. Dhe në këtë kuadër bëhet e jashtëzakonshme dhe rëndësishme pikërisht gjetja edhe mundësive të financimit, se si mund të financohen këto projekte, të cilat në fakt pra mundësit janë të pafundme, sigurisht për këtë duhet besoj dhe puna e institucionit dhe aktorëve privat dhe qendrave think tank, siç është edhe Rin Investi, duhet të jetë e jashtëzakonshme, janë ekonomistë sigurisht se mund të thonë kush është forma e ndryshme, por ne duhet dalim si thua nga kornizat dhe nuk janë të vetmet ato të menduarit për shembull që gjithmonë do jenë donatorët ose duhet të jetë një subvencion direkte nga qeverit, të cilat kanë buxhetet kufizuara, apo mund mendohet ndoshta, sepse unë sigurisht jam jurist, energy lawyer, mund të mendohet ka ardhur koha për të menduar një bankë zhvillimi pan-shqiptare, dhe për shembull në Shqipëri po flitet për shumë aspekte se si të përthithim aktualisht ato që janë burimet të cilat janë krijuar jashtë Shqipërisë për të nëpërmjet amnistie fiskale e tjerë, por pikërisht pra ne duhet të shkojmë në nivele pak më të larta diskutimi dhe zhvillimi, duke përthithur pra gjithë ato që janë resurset, kapitalet dhe në Shqipëri ka mjaftueshëm, janë rreth 10-12 miliardë euro që flenë në banka në Shqipëri, kanë filluar të transferohen jashtë Shqipërisë, sepse mungojnë projekte konkrete ku ato të investohen, pra kapacitetet janë aty ose janë kudo midis neve, si thua neve na mungon ajo pjesa e menaxhimit. Dhe pikërisht në pjesën e menaxhimit, dhe kjo është pjesa finale e propozimit tim, ka të bëjë që unë besoj që ka ardhur koha që neve të fokusohemi tek ndërtimi i një këshilli kombëtar për energjinë, që duhet të jetë një këshill unik, besoj, sepse dhe sfidat janë përbashkëta, kështu që në fakt në Shqipëri ne kemi, nuk e di në Kosovë, në Shqipëri kemi një traditë të gjatë në formën e këshillave, kemi këshillin e investimeve, kemi këshillin investimeve tuaja dhe në shumë aspekte të tjera, kështu që do të ishte pra një kontribut i jashtëzakonshëm. Edhe në qoftë se ne shikojmë që kjo është diçka e pamundshme, merr kohë, natyrisht mund të lobohet pranë qeverive, nëse marrin kohë ne mund ta formojmë vetë një forum, është për shembull pranë Rin Investit ose kudo tjetër me disa aktorë kryesor, është si thua sektori privat nuk i ka ato barierat, nuk i ka ato pengesat, pra nëse ekziston mundësia është situacion shumë e dobishme që ta krijojmë si mundësi dhe të bëjmë të mundur që të përthithim gjithë sinergjitë dhe mendimin e të gjithë aktorëve
dhe gjithë kontributin pra për të ndërtuar një kuadër regulator sa më të smart, si quhet, dhe më të përshtatshëm. Por në fakt, unë them që besoj diçka e tillë, nuk e di profesor, se ju vetë keni thënë që do dilni ndoshta me një platformë në finale të takimeve, pra diçka e tillë është mirë që t'i komunikohet autoriteteve, sepse është e dobishme për fshirjen e sektorit privat edhe për ndërmarrjen e reformave të ndryshme që duhen marrë. Për të bërë të kuptueshme nga popullata, ne duhet të shpjegojmë benefitet e atyre reformave. Natyrisht duhet sjellim dhe korrektimet e ndryshme dhe është një punë në vazhdimsi, është diçka që nuk bëhet nga një moment për nesër, por është një kohë gjatë që duhet edhe të kultivohet diçka e tillë. Kështu që këto ishin shkurtimisht disa nga propozimet e mia lidhur me temën dhe me të vërtetë unë jam i nderuar për prezencën dhe që jam këtu midis jush. Dhe vetëm i hapur natyrisht për çfarëdo lloj pyetje. Diskutimi më të detajuar. Doktor Gordani, për prezentim të shkëlqyeshëm dhe për propozimet e juaja po, mbas secilit takim do të kemi shkurtimisht një çështje ndaj problemit caktuar, domethënë në anglisht po e thon policy briefs, s'kam vujt me gjithë shqip. Do kemë tonë shkurtimisht për. Do në këtë rast do të votojmë 3-4 faqe shkurtimisht problemin e bashkëpunimit të energjisë. Herën e kaluar me strategjinë e energjisë, edhe mandej temat që do t'i kemi në vazhdim gasi edhe uji, temat që janë lidhura me këtë green action space që për shkak të jemi mundu pak edhe simbolikisht me parashit këtë filozofi të re. Profesor Ali, urdhëroni keni fjalën, profesor Ali është një nga kuadrat në eksperiencë gjatë në fushën e energjisë, edhe si pedagog në Fakultetin Elektroteknik, por edhe si udhëheqës i pari regulatorit, që të mëjnë me tonë ashtu. Pa i dytë e gori. I pari peshqiptarve. I Kosovarve, edhe shqiptarve. Edhe drejtari kekut. Edhe nikosisht i akademik. Në më thonë, nga shumë kondo ju mund të i qasën e këti problemi. Nuk kujtohet në punim që e keni bërë për optimizimin e sistemeve në qendra strategjike, qendra shqiptare për studime strategjike dhe keni dokumentuar dhe përfitimet e mëdha që dalin nga integrimi i sistemeve energjetike të Kosovës dhe Shqipërisë. Faleminderit, unë tash jam me privilegj që ndëgjova të gjitha praktikisht të propozimet e dy qeverive praktikisht si qeveri edhe kolegu tim, si profesor akademik edhe si nga pikpamja unë jam teknik kryesisht, nga pikpamja ekonomike po ashtu e trajtuar më thellë si ekonomi më shumë se si teknik, sidoqoftë tash nuk duhet të përmend gjitha këto për cilat praktikisht unë nuk po e shoh në një divergjencë në mes të propozimeve që i ka Kosova në këtë aspekt edhe Shqipëria. Absolutisht janë konvergjente kërkesat, sepse sistemet janë të tilla që janë komplementare gjithsesi, po edhe nevojat e të dy shteteve janë edhe dëshirat, edhe përfitimet që ta kenë një sistem të përbashkët praktikisht në të gjitha nivelet. Prej burimeve që ju përmendur që është qendrore, që paras gjithashtë kemi që ka të menaxhojmë, ma parë të kemi vezë tani të mendojmë që ka bojmë me to, zdo si i përdorim. Esencialisht, këtu po e shoh që bashkëpunimi deri tanishëm ka vazhduar edhe më herët, më kujtohet qysh dilem edhe shumë më herët dikur kam qenë udhëheqës si Feronikelit dhe një moment ka ra Kosova komplet sistemi. Në dikun maj ka qenë që është e çuditshme, ka marrë një mjegull e madhe dhe lagështi dhe ka vepru mbrojtja e izolatorëve në 400 kV edhe në 220 dhe i ka qitë gjitha edhe generatorët edhe gjithë sistemi ka qenë kolapsi. Vetëmi sistem aktiv ka qenë linja 220 kV me Fierze, me Shqipni. Ndërsa unë të qenë Feronikeli një gigant i shpenzimeve, praktikisht i ka 100 MW fuqi të instaluar, dhe kishim rezerva krejt edhe pak të ujit nalt për ftofjet furrave që janë tepër të ndijshme, në mungesë të ujit praktikisht
ndodhte shpërthimi tyne dhe një tragedi e hatashme me qinda ton metal në 1700 gradë Celsius, që praktikisht ka të shkojnë çdo gjë e fshirë. Dhe atëherë e di që edhe atëherë është dashur që nominimet jenë bollë sepse deri vonë ka qenë Serbia ajo që i ka bërë nominimet edhe për linjat interkonektive, dhe unë e di që marrë vesh atëherë nëpërmes të natyrisht dispečerëve tanë, me dispečerët e Shqipërisë, dhe ata na kanë shuar special vetëm linjën për ne deri në Feronikën në 220 kV dhe na kanë shpëtuar disa orë prej asaj tragedie që do të ndodhte. Do të thonë, sa është i nevojshëm edhe sa është i rëndësishëm nganjëherë një ndërlidhje e tillë, që e besueshme e sigurt dhe dashamirëse një kësaj. Kështu që bashkëpunimi tjetër më kujtohet sa kam qenë udhëheq në Kek një periudhë shkurtër, kur Shqipëria vërtet ka pas shumë ujë në një sezon të ujit që ata duhet të derdhshin ujë, të hapin portat e. Po, dhe unë në kohë time kam qenë drejtor dhe kam vendos unë që na kishim Kosovën në punë dhe kam vendos ta shuaj një blok të as, praktikisht 250 megawatt dhe për një javë, 2 herë nga një javë unë kam marrë energji, pse ka pas të prit Shqipënia se më vjen të keq që ai ujë të derdhë të shkoj deri ta vërshoj Shkodrën pa dhënë energji fare. Kështu që, do të thonë, bashkëpunimi ka ekzistuar gjithherë dhe mirë kuptimi, sidomos edhe në nivelin politik, po sidomos në nivelin teknik. Dispečerët janë e pamundur sa më të mirë njëri me tjetrin, sepse në kohë reale, ditore, ballafaqohen me 1 milion probleme, e ata gjithmonë i dalin në ndihmë njëri tjetrit. Kjo e bën të mundur pse kemi lidhje shëqyrë me Shqipërinë me 220 kV, lidhje shumë të mirë dhe me 400 kV. Pra 2 linja që kanë kapacitet të madh transferi dhe mundësi të mira të praktikisht akomodimit të kapaciteteve tona dhe të Shqipërisë dhe të praktikisht të këmbimeve të energjisë në kohë reale, që ajo është në rëndësi. Puna tjetër që ju e përmendet, kolegu im, është gjithsesi përpjekja që të kënaqim nevojat tona, edhe Shqipëria dhe ne. Përderisa edhe në Shqipëri edhe ne kemi nevoja, kemi mungesat e energjisë për mbulim të konsumit tonë, atëherë na jemi të mbarur shumë prej importit, si Shqipëria si ne, dhe problemi i optimizimit vetë pyetje sikur ju citat, po mirë ne kemi pas do energji Kosova atje, po në atë ku ju ka dashur edhe jug, dhe si ta bëni ne me lënë pa furnizim në pjesë të juajën, e pamundur domethënë. Kështu që këto do ta quaja përveç kësaj bashkëpunimi duhet të jetë në formën që ju e përmendët edhe të tekstuat shumë mirë në adekuacinë e gjenerimit quhet. Adekuaci, do thonë të përpiqemi që në mënyrë adekuate të zhvillojmë prodhuesit e ri, gjenerimin e ri. Na po i shohim që në Shqipëri fantastike, po nduket këto potencialet fotovoltaike, të mrekullueshme, çmimi shumë konkurrent, absolutisht. Edhe ujë, edhe një pjesë e mirë ende pa shfrytzuar, edhe 24% hidro e tjera, që pra të shihet të ju hidro dhe fotovoltaikja, e të ne fatmirësisht, Kosova ka, dhe është diku tash në Evropë e dyta me rezervat të ngjillit. Zoti na i ka falë, na ka nërë kur për një ambientalistët, sikur thonë mos na ka nem Zoti që na ka dhënë
kur me gjithat 14 miliard ton thëngjell, që lehtë janë të shfrytzueshëm, që gjitha adekuacit e gjenerimit në Evropën juglindore, të në analizat e kanë dhënë që qymyri i Kosovës është zgjedhja optimale çak në Evropën juglindore për ndërtimin e kapaciteteve me qymyr, me lignet. Është e vërtet komponenta e ambientit dhe konkurenca e burimeve 3x3 tani, kur çmimi i ndërtimit tyre ka rënë poshtë, dikur ka qenë pak krahasueshëm më e madhe se prodhimi me thëngjell. Megjithatë, tash teknologjitë e reja edhe generatorët që prodhojnë me thëngjell mund të ndërtohen të tillë që të jenë miqësor me ambientin, ndërkaq energjinë e kemi aty që kemi shfrytzuar praktikisht, ne kemi generator. Në vitin 1962 është ndërtuar Kosova Anjishi, 63 MW ka qenë generatori më i madh në Ballkan atëherë, si njësi gjenerues, absolutisht mu lavdu me atë. Për të zhvilluar pastaj kapacitetet termike deri në ditën e sotme që i kemi, që janë relativisht të vjetrume, po edhe matutje në punë. Pra, në strategji, se një ditë ndëgju për herë të parë tanë strategjia pej sa detut, kur ishim tjetër ndi. Tash jo, bre, kemi pas në strategji, që tu është punu strategjia, po zgudzojsh asu të qa që për i dhënot në i kosh. Se qeresh, qysh është pas strategji Kosova që deri pardje, e pa mund, gjithë shka ndodhi sot, gjithë shka sot për herë të parë, po jo për herë të parë. Ka pas strategji Kosova gjithë për energji, edhe kur kemi qenë veç krahin edhe gjithmonë. Diçka që deshta të po ashtu të potencoj puna shumë e mirë me gasin, unë nuk e kam ditë që është dhënë fizibilitet edhe që kanë rrinë këtë shkollë, sinqerisht nuk e kam pa kur kon të publikume. Po duket shumë simpatik edhe shumë e qëlluar. Praktikisht është nonsens që Kosova, përderisa Shqipnia, Macedonia, Serbia, krejt kanë sistem të gasit, Kosova të mbetet pa gas, pa burime, pa lidhje të gasit, si diversitet, shumë i nevojshëm edhe për prodhim të energjisë. Edhe si variant veç si gas, edhe si energji elektrike, gasit që bëhet energji elektrike shumë thjeshtë. Edhe do të ishte komplementaritet i madh edhe praktikisht për optimizim të energjisë me lloje tjera të energjisë që është era dhe fotovoltaike. Pastaj, kur të kemi këto burime, edhe ne edhe Shqipëria, natyrisht që sistemi duhet të përballojë ato dhe të ndërton kapacitetet interkonektive të mjaftueshme që i akomodojnë këto energji në kohë reale. Dhe atëherë mund të bëhet vërtet bursa edhe më efektive dhe të kemi edhe çka të këmbejmë, jo veç në brenda Kosovës dhe Shqipërisë, po edhe në regjion, si ta kolegu që janë të interesuar, edhe turqit, edhe grekët, në fundit edhe shtete tjera për rreth që i kemi, që të hynë në të njëjtën bursë. Pse ja? Kjo është praktikisht, kur është konkurrente me tjera, ata edhe privatët që ju e përmendën, është fantastike po ashtu që nëse mund të animohen edhe të gjenden edhe të angazhohet kapitali privat në ndërtimin e kapaciteteve energjetike është fantastike, sepse praktikisht e kemi pa që me gjithatë edhe të një në Kosovë edhe ndërtimet këtu e tutje, shteti fort nga dalë ka ecë edhe me propozimet pararendse për ndërtimin e kapaciteteve të energjisë me një shkarje të hatashme edhe të planifikimit edhe të vendimeve qeveri për të ardhur deri këtu,
për nënsemse të vendimeve dhe të mbetemi për 20 vjetë, s'ke mujtë me ndërtu një central të flejt miqëmër. Tu i shfrytzu që prej 62-shit gjithmonë Kosova ka qenë praktikisht në nivelin energjetik, kosti, keku, energjia e Kosovës ka qenë në rang me krejt sektoret tjera si motra në regjion, si qenë edhe sa. Është për çdo lavdat nuk duhet ta përsëris punën fantastike që ka bo kosti, keku, sidomos kosti me inkuadrimin në NCI dhe me rolin që ka atje tashi dhe si dere hapur që edhe bursa të aktivizohet dhe të vehet në funksion. Unë këtë aspekt tash po ljus edhe këtë anën qeveritare, se 2 qeveritare i patëm në këto paraprak që i dhanë mendimet e tyre, që çdo gjatë të bojnë që kjo të funksionalizohet, sepse është punë ma shumë, si të them, ma shumë politike organizative se që ka në i pëngjes teknike. Pëngjesa teknike në shumë atë vogla se këto barriera tira, a pe i quj që shdo një ndashe politike, ndashe s'po di që shme i quj të mëryshe. Kështu që, unë mendoj që benefitet jenë qaqë të mëdha, grandioze që nuk ka pse të diskutohen. Dhe më thonë, komplementariteti, përplotësimi i një sistem me tjetërin janë për që thash për qefi, jo për dënim, për bekim. Kështu që unë mendoj që ka plot fusha që duhet thjesht të bëhen praktike dhe të ecet përpara. Unë nga njëherë, unë po isha që vërtet që është mirë, por unë pash plot vena këshilla, nga njëherë e di që komisione e këshilla kur bëhen shumë, nga njëherë për ma shumë e komplikojnë situatën se që e zgjedhin, por natyrisht kur të janë të mirë e janë funksionale është mrekulli. Por për zonë ka sa memorandume që janë bo, sa marrëveshje, kur të shikojsh me pompozitet paraqiten, reklamohen, kur të shikojsh çfarë kanë prodhu ato marrëveshje, kur të shikojsh rezultati është gati kërkon. Më thonë, diçka që bëhet, të bëhet funksionale, të funksionalizohet, rrugës të korrigjohen eventualisht mungesat e një ndërmarrjeje dhe të ecet përpara. Unë kam shpresë shumë, sepse mundësit janë edhe tash edhe politike, po edhe teknike, edhe ekonomike, edhe funksionale që këto marrëdhënie të zhvillohen me intensitet të duhur. Faleminderit. Unë kisha një propozim, po ishte një farë prezantimi që shumë përputhe i gati që në gjite i kështu i vash veti leje më folë. Pak e ndoshta i hargjova minutat e mi. Faleminderit shumë. Faleminderit, profesor, faleminderit. Mendoj se ju e sekt me drejt që tash është kriju një atmosferë e një konvergjence, një bashkëpunimi, edhe pse problemi kryesor është ajo që e ceku, edhe ju e cek çka me ke mby. A kemi shka me ke mby? Kjo është një pikpyetja, po a pikpyetja e dytë është që ju dyrt me edhe Lorenci e përmeni investimet e përbashkëta, partneriteti. Do të thonë mungesa e investimeve të përbashkëta që 20 që sa vjet unë e pash atë në evidencë në historike, pash Rykeri kur ka qenë ky administratori këtu bashkë me ministrin Çeku, i kishin sekto 4-5 çështje në vizitë atje. Gazruli duket kishte qenë atëherë ministër, vizita e parë, këto probleme ishin kon evidentu. Atëherë edhe na i kem tash domethënë 15 vjet, 17 vjet në fakt, edhe kur ndalemi me pa çka është arrit, problematike. Është shumë modeste. Këto na dokumentoj edhe çka po kem bënë, po ju japë vetëm për diskutimin e mënej, e më them për shembull, në
marrjet e energjisë, Kosova prej nga merr energji, prej energjisë që e merr në sistem Kosova nga jashtë, 26.3% është nga Shqipëria. Prej marrim nga, do me thonë, ose e prej asoj që jap është 28.8%. Nga ona tjetër, do me thonë, ma shumë dërgon Kosova në Maqedoni dhe në Malzi se son Shqipëri energji. Do me thonë ka 27%, 31% në Malzi, shumë interesant. Po kur të shumë si pej Serbia e Kosova, deri sa pej Shqipëria e Kosova merr 26.3% energji, prej Serbia merr 48% prej marrjeve nga jashtë. Shumë është interesant. Do me thonë kanë pej Serbia 48% e energjisë importuar. Kjo është pak interesant. Dhe sa prej dërgumës 13%. Ashtu pyetja natyrisht ekziston ky tregu e sene çmimet e nuk duhet këtë i paraqyku këto gjëra që janë me ditë sa, se edhe tregu i luajtur në vet, por është edhe problemi, domethënë se ku në fund të ditës në këtë situatë, në këtë nivel të zhvillimit të sistemeve elektroenergjetike dhe Shqipërisë e Kosovës, ato shpesh herë s'kan çka me shkëmbyer, se dy atë në hall domethënë. Përkundër burimeve të mëdha që përmendën, edhe në Kosovë edhe atje, e tash kjo që ka nashtron, kjo nashtron investimet për partneriteti, është esenca. Kjo deri tash ka mungu. Faktikisht edhe nuk kemi, domethënë, kjo gazi ku e përmendej zotri Gashi, përmendi Sabiti parafizibiliteti për gazin, por ka dhe shumë projekte tjera që mungojnë jo vetëm në energji, po gjithmonë. Domethënë investimet në shfrytëzimin e këtij komplementariteti. Se nëse ti je komplementar, puna e parë është me efektuar me çat komplementaritet, me shfrytëzuar sa më shumë. Mos më zgjat më shumë, ju kisha lut një koment juve ku i shihni këto investime përbashkëta që mesin prioritare, të cilat do të ishin 3-4 projekte që mas juve, nuk di Enea është i kyqen apo jo, por edhe nëse s'është atë ju cilat janë ato 3-4 projekte ku kishën mujt me pas investime, partneritet që përmanë. Po filloj prej teja, tash prej teje, po shkoj matutje, ma ndaj për jo, po më fjallën audiencës, unë e veç këtë pytje kam. Jo, ekonomikisht ti saroa teknikisht unë e përta me gjej paret, ku tragoj. Paret gjinët, veç projektet të bënet. Projektet, absolutisht. Cilat janë projektet? Unë mendoj që Kosova prej të ripërtreqve do të shfrytëzoj maksimalisht burimet e erës. Unë mendova investimet përbashkëta me Shqipërinë, cilat janë prioritet investimet përbashkëta Kosovë-Shqipëri. Te precizoj pyetjen, domethënë. Gjallë atëherë, nëse energji vim ka do, ku i qenë, është interesant për energji. Na jemi nga orë këtu në të folë për investime në energji. Prandaj unë po e thamë objektet energjetike. Për tjera nuk vinë bujqësi, në ashta patate me mjëllë këto, qojma nej. Po, praktikisht, ne dohet të ndërtoj kapacitetet tona për nevojat tona edhe dohet deri sa është strategjia drejt 30, cilit vetë? Po du me thonë cilat janë nevojat tona për edhe 30 vjetë e ardhshme, deri në vitin 50 cilat janë. Me cita parashikimet, nevojat janë, kur të shihet që dali, aja edhe ashtu është, është dashtë 2017 me mbyllë si mas 4-5 projekte jenë paguar nga Unioni Evropian qysh me dekomisionu edhe si jenë dekomisionuas deri sot. Spaku të di që jenë paguar, jenë bërë që do të në vitin 2017 të dekomisionohet Kosova, pik për pik. Ajo është që dy faza ende jenë të punu, dhe mirë që punojnë kur s'kemi ndërtu tjetër. Për derisa prej atëherë që është dasht me bo 2 herë 500 që është 2 herë 350 që është 1 herë 450 që e tjera, me fjali kemi trajtuaj, kemi shtrydh dhe ndrydh 50 herë e së është bo gjohë me to, që është fatkeqësi, por praktikisht Kosova ka interes gjithsesi që e thash
që e di që në strategji ende nuk është veç draft e inshallah ndrojnë nëjse, por duhet të shikohen mundësit gjithsesi të shfrytëzimit të energjisë që e kemi të lignitit. Qoftë i gasifikuar, qoftë i drejt për drejt me teknologji të madh përparuese dhe të ndërtojmë ne energji bazë pa centrale të hidro që janë edhe termo të fuqishme, nuk ka bazë, energjia ripërtritshme është prej rasti në rast, e pa parashikueshme në fund të fundit duhet dikush, ajo është energjia bazë që e mban sistemin. Faleminderit Ali. Cilat projekte ishtë dashtë me bo me partneritet Kosova dhe Shqipëria si mas juve? Unë në sabit. Për lidhje prap me draft strategjinë e energjisë që kemi, dhe pjesa burimeve të rëpërteshme të energjisë, po para kësaj kisha lidhë me orientimet e Bashkimit Evropian që për orienton në gjitha shtetet që aspirojnë me Bashkimin Evropian, që të ecin drejt pakës që quhet Clean Energy Package, dhe kjo në kupton disa targete që patjetër duhet të arrijmë në të vitin 2030, burime të rëpërteshme 32%, eficiencë të energjisë tavane 1800 kilotonë ekvivalent që quhet, dhe CO2 jo më shumë se 9.800.000 tonë lejohet në vitin 2030 bos kësaj energji. Dhe në qoftë se nisemi nga kjo, po me perspektivë 2050 që në kupton neutralitet në klimës, atëherë dhe Shqipëria dhe Kosova duhet të kemë fokusin në atë vizion, për arsye se edhe teknologjitë që të ndërtohen do të kenë afat 30 vjet. Duke qenë se kanë afat 30 vjet, nuk kupton që në atë vitin 2050 si me thot të përmbushëm bashkërisht. Si mund të përmbushëm bashkërisht në qoftë se nisemi nga një situatë teorike kështu. Në qoftë se sot jemi në vitin 2050, atëherë dhe kemi detyrimin neutralitet ndaj klimës. Kjo nuk kupton që na nuk kemi fosile në operim. Po të kishte kemi pak, po para sa mbulon me gjelbërë, para sa mbulon me pyje. Dhe në qoftë se jemi në këtë situatë, atëherë ne në qoftë se do të na vynë 11.000 gigawatorë energji elektrike në atë periudhë atëherë, Shqipërisë do t'i vynë t'i 13.000 gigawatorë energji elektrike të atëherë, dhe Shqipëria, po, ka ujë, ne kemi këtë problem. Atëherë, na kena vlerësuar që është 3.600 mega kapaciteti tekniko-fiziko, ekonomik e tjera të paneleve solare, jo, paneleve solare kaq kemi vlerësuar, dhe 1.200 mega i kemi vlerësim teknik-ekonomik të erës. Janë këto potenciali që ne atëherë do të kemi, normal që do të dhe këto, do të mendu që do të me bo me burimi variabile të energjisë, që në kupton dhe janë dhe kryesisht. Dhe këto projekte janë jashtëzakonisht të përshtatshme për investime nga donatorë të jashtëm, për shkak të orientimit në Clean Energy Package. Kështu që kur jemi në vitin 2050 në këtë situatë, dhe kur Shqipëria na i demonstroi këtu gjithë këta megawatt që keni mundësi nga dielli atëherë, e vetëm një mundësi është edhe Shqipëria dhe Kosovë të orientohen në energji diellore dhe energji të erës, edhe ne edhe kënej, ndërsa energjinë ujore ta ruajmë si rezervë për sistem. Domethënë tërë aty dhe gjitha investimet të orientohen domethënë në të ardhmen, po flas afat gjatë kështu. Ndërsa për periudhën afat mesme në vitin 2030, strategjia parashikon që të kemi dikon rreth 600 plus 600 domethënë kapacitete erë dhe kapacitete diellore, dhe në këto do të bëhen me ankonde, me mekanizmin ankonde, dhe këto janë të dy palë investitorët, domethënë ka mundësi të bashkohen kapitalet e tyre dhe të konkurrojnë në këto projekte të dy anshëm. Ndërsa e kemi të domosdoshme periudhën e partnershme të gjejmë gjithsesi investime për rehabilitimin, minimum rehabilitimin e termocentraleve kosovare pak të ndynjësi, sepse nuk mund të kalojmë situatën ndryshe në periudhën tranzitore, derisa të maturohet teknologjia dhe të vjen
edhe tregun normal, edhe kjo aspekti soft do të shqeproba në mënyrë që ne të fillojmë bëhemi gati për 2015. Është u punu edhe long term strategy që quhet, dhe është detyrim ndërkombëtar për ndryshimet klimatike të vitit 2015, është u punu Ministria e Mjedisit që është përgjegjëse për këtë politikë, dhe aty ai dokument në fakt duhet të shërbente si dokument driver, si dokument motor, pas të cilit shkon gjithë ekonomia e Kosovës. Normal që duhet të mendu patjetër edhe në ngrohje qendrore që duhet në të ardhmen të mendohen të jenë patjetër nga burimet e përteshme, por tash po flasim sa me goshe, unë me në që goshe është i përmërdoshe. Faleminderit. Ju faleminderit dhe zoti Karakashi, keni ndonjë propozim për projekte që ju do të kishni menduar me u dhënë prioritet në bashkëpunimin Kosovë Shqipëri? Po, faleminderit, dhe në fakt gjithë diskutimet aty shumë të vlefshme dhe interesante. Tani unë mendoj personalisht që bashkëpunimi do jetë së pari shumë i mirë në rast se Shqipëria dhe Kosova do të kishin kapacitetet e nevojshme që të mbulonin nevojat e tyre. Pra në kuptimin ne mund të ndihmojmë njëri tjetrin shumë më mirë në qoftë se i kemi kapacitetet që vetë plotësojnë nevojat tona. Megjithatë, hegemonia mundësitë konkrete që ne kemi propozuar dhe palës kosovare për bashkëpunim është për projektin e Vlorës. Në Vlorë ne duam të ndërtojmë një port për gaz të lëngshëm, që në pak e kemi me dy kompani amerikane të mirënjohura, Accelerate Energy dhe ExxonMobil. Dhe aty porti Vlorës ka një potencial për të bërë një terminal i rëndësishëm, sepse do vi gaz natyror i lëngshëm nga Amerika kryesisht, i cili do rigazifikohet dhe pastaj ose do përdoret për të futur në tap si gaz natyror, ose do shërbejë për prodhim energjie elektrike. Ne kemi propozuar pak qeverisë Kosovës dhe kemi bërë një memorandum bashkëpunimi, sepse për shembull pala kosovare mund të përfitojë ose nga marrja e energjisë elektrike, siç do e marrin të shoqëria jonë publike kesh, por mund të përdori edhe për, le të themi, gaz natyror që transportohet me bote etj. Ky përndim është shumë i vyeshëm për dy arsye. Sepse duke pasur dhe Kosovën që merr energji nga ky projekt, ulen kostot përkatëse të prodhimit të energjisë elektrike. Dhe po ashtu i krijon, le të themi, e bën projektin më rajonal, pa që përfshin, që krijon mundësinë e përfshirjes edhe shteteve tjera përkatëse këtu. Sigurisht modalitetet janë teknike dhe ka problematika përkatëse. Por ne mendojmë që duke u angazhuar qeveria e Kosovës për të marrë një kapacitet të caktuar vjetor, po themi 100 mega në bandë, do i shërbejt edhe projektit, edhe palës kosovare, por edhe palës tonë, sepse do ulte kostot përkatëse. Sigurisht si që thash, ky është një diskutim teknik, dhe që ne jemi duke vazhduar diskutimin me kolegët e Ministrisë të Ekonomisë në Kosovë, pra për mënyrën e bashkëpunimit dhe nëse do ishte i pritshëm nga të dyja palët. Pastaj për ndryshe, mund të sugjeroja që ne kolegët që kemi në Parlamentin shqiptar në Shqipëri dhe në Kosovë duhet të bashkëpunojnë me tepër për sa i përket ngritjes kapaciteteve, sepse ne kemi një faktor mirë që duke qenë se kemi dy le të themi prodhime komplementare, mund të bashkëpunojmë shumë mirë. Dhe siç e thanë edhe kolegu Varanda, së pak Keshi dhe Keku kanë një bashkëpunim shumë të mirë me njëri tjetrin. Pra shumë më mirë se sa edhe në nivelin politik, mund të themi.
Se diskutimi I parë për nevoja vjen nga kolegët për arendës. Për shembull, mua të vjen nga keshi kërkesa që kek ka për nevojë për energji elektrike dhe po ashtu di që kek I shkon përpara për nevoja që ka keshi para se t'i shkojë ministrisë të mbijes në pension. Pra edhe për shumë të rëndësishëm, megjithatë sigurisht, për shembull, unë mendoj që palash e Ministrisë Infrastrukturës dhe Energjisë në Shqipëri mund të japi një eksperiencë për sa I përket zhvillimit e burimeve të rinovueshme, duke qenë se ka bërë disa kante të rinovueshme dhe ky mund të ishte një shkëmbim eksperjencash I mirë. Mirë, faleminderit. Faleminderit Lorenz Kurdoni, sa më shkurt dy lop pak kohë. Po, pa diskutim. Mikrofoni nuk është? Gjithsesi. Pra, së pari projekti më madhor shqiptar që Skavica besoj është një projekt që duhet investohen të dy palët. Në fakt Shqipëria është aktualisht duke kërkuar të gjejë kush financuesin. Para pak javësh është zhvilluar një aktivitet në mos gaboj nga Exim London dhe në Londër. Pra, dhe pikërisht duhet kërkohet që diçka e tillë të pa diskutim duhet kërkohet së pari përpara se të shkojë në Londër edhe në Shtetet Bashkuara edhe kudo tjetër. Patjetër pala italiane është duke u përfshirë dhe edhe diçka që duhet të thosha. Neve duhet synojmë pra krijimin e kompanive të përbashkëta dhe projekteve të përbashkëta, të cilat mbështeten pikërisht nga Bashkimi Evropian, kuadër edhe të agjendës së gjelbër edhe të procesit të Berlinit dhe të gjithë pra zhvillimeve aktuale që janë duke hecur në këtë moment. Dhe pikërisht pra një aspekt tjetër është terminali Vlorës që u përmend pjesërisht pikërisht nga kolegu Karakaçi edhe pra dy blloqet e reja që mendohet të shtohen termocentralit të Vlorës. Duke çuar deri në 300 megawatt të fuqinë e instaluar të tij. Aspekt tjetër ka bërë me Alkogapin që sipas me do të vendoset të agjend pra dhe të jetë projekt pra të ndërtimi I tij të jetë të themi duhet heci paralelisht me japin. Pra, duke avancuar dhe japi të njëkohësisht të bën dhe përgatitjet mos lihet siç kemi zakonisht në Shqipëri që erdhi tapi dhe tani po mendojmë për gazifikimin e Shqipërisë. Pra, janë projekte që duhet heci bashkërisht. Një aspekt tjetër që duhet vlerësuar nga pikpamja teknike, por sigurisht pra mund të prezantohet është përforcimi I rrjetit. Pra, neve kemi pasur së fundmi 240 projekte, jo, një sasi e zakonshme, nuk po e them numrin sepse kalojnë nga koha në kohë, por janë projektet ENCOIS, kuadër të ENCOIS, por 240 miliardë euro është shuma që do investohen. Në Ballkanin Perëndimor nga hartat paraprakisht që kam parë, janë linja midis Bosnjës, Serbisë, pra të kjo zonë pak a shumë. Po as Shqipëria është një plan që nuk është ndoshta shumë I publikuar, por përse kuadër të ENCOIS të një linje që besoj kalon diku nga pak pjesërisht nga Malizi dhe lidh direkt Shqipërinë me Serbinë, sepse natyrisht Serbia është në pozicion dominues. Ne duhet njohim gjithmonë dhe realitetin për në momentin që kërkojmë edhe të shikojmë se si mund përshtatemi. Pra unë do të thosha që ne duhet të shikojmë a është e nevojshme që ne të investohemi të kërkojmë pra që të kemi një përforcim tjetër, një linjë siç janë duke bërë gjithë vendet e rajonit pra. Në këtë moment pra që konektiviteti dhe lidhshmëria janë parësore, sepse kur ndërtohen autostradat, pastaj bëhet po aq e domosdoshme që të ndërtohen edhe të gjitha fuqizimi I kapaciteteve në stacionet e ndryshme, nuk e di kam pak problem. Besoj se nuk varet nga mua. Dhe një aspekt tjetër është blerjet e përbashkëta të energjisë. Pra, neve natyrisht duhet fillojmë të mësojmë të bëjmë kontrata afatgjata në mënyrë që edhe të optimizojmë më mirë portofolin prodhues që kemi. Dhe pikërisht pra, siç edhe Bashkimi Evropian po mendon për blerje të përbashkëta për gazin, ne kemi parësor energjinë elektrike se ne se përdorim gazin, pra jemi të pagazifikuar, kështu që duhet synojmë të krijojmë një kompani që të bëjë blerje të përbashkëta duke u paraqitur me një zë më të fortë, duke qenë më të fuqishëm, duke pas kapitalet e nevojshme dhe duke gjetë në mbështetjen e partnerëve, sepse duke qenë bashkë pra e kemi këtë mbështetje të rëndësishme. Dhe këto ishin pak tjetër, unë I thash parqet fotovoltaike në Shqipëri nisur pikërisht nga eksperjenca e veçantë që kemi krijuar, gjithë kuadri ligjor është aty dhe duhet që të kemi përfshirje.
Për sa i përket edhe Shqipëria ndoshta duhet përfshihet në Kosovë në projektet e linitit, besoj unë duhet thosha, unë jam po aq i ndjeshëm ndaj çështjeve mjedisore, por duhet jemi pra pak edhe strategjik, kuptojmë ndoshta është momenti i fundit që ne mund të bëjmë një investim në këtë drejtim. Shumë shpejt do ketë kufizime, të cilat pra ndoshta Evropa në këtë moment, duke folur thjesht, është e gatshme të mbylli një sy dhe një vesh dhe të quajë të pranueshme. Ju e njihni më mirë historinë se si ajo ka ndryshuar në vazhdimsi dhe nuk ka qenë i qartë dhe nga Banka Botërore dhe nga gjithë institucionet e tjera që mbështesin sektorin. Kështu që besoj që ky është një moment i jashtëzakonshëm në këtë drejtim. Dhe siç e thash, për shkak se nuk e pata mundësi, po ta shpjegoj. Pikërisht unë jam pa diskutim që nuk jam për krijimin e grupeve e këshillave të cilët nuk bën asnjë gjë. Po neve për shembull kemi një problem midis qeverive dhe ndoshta mund të korrigjoni. Në marrëveshjet qeveritare në Shqipëri nuk kalojnë në parlament, sepse janë një seri marrëveshjesh të cilat quhen të thjeshta praktike midis qeverive etj etj dhe në fakt unë personalisht megjithëse besoj ndjek gjithçka që publikohet dhe botohet, nuk di asnjë gjë midis marrëveshjeve që në shkruar midis Shqipërisë, Kosovës në rastin e fundit dhe Maqedoninë, përveç asaj që bëhet publike në media që nuk jep asnjë gjë nga përmbajtja. Pikërisht kjo është një hap i parë, transparenca, sepse duhet edhe të mësohemi me këtë, nëse ne nuk dimë çfarë ndodh, është e pamundur se si mund të përfshihemi, si mund të kontribuojmë, si mund të nxisim, si mund të përmirësojmë. Dhe pikërisht pra ndërtimi i një këshilli kombëtar, i cili të jetë si thua të jetë është një domosdoshmëri, besoj pikërisht për të përgjigjur edhe çështjeve dhe sfidave të përbashkëta që kemi. Dhe pikërisht për të pasur një proces monitorimi dhe një proces nxitje për implementimin e pikërisht atyre angazhimeve që unë besoj shumica e tyre natyrisht kanë dhe logjikën e tyre që kanë gjithmonë shtyre në kohë, kanë vështirësi dhe pikërisht ndoshta unë mendoj që dhe autoritetet publike kanë nevojë për një nxitje nga jashtë. Unë këtë e kam vërejtur në punën time në vazhdimsi, autoritetet publike në Shqipëri të paktën sepse jam jurist, nuk mund marrin një nisëm ligjore sepse të gjithë duan kanë kërkesa aspekte të tjera, kështu që një nisëm ligjore duhet edhe të rregullohet dhe të ketë një mbështetje se çojë në parlament dhe të ketë një domosdoshmëri, një grup që e kërkon dhe që është i interesuar dhe e promovon në media duke krijuar klimën e përshtatshme, të favorshme, duke bërë pra që diçka e tillë të gjejë rrugën pastaj edhe të rrugën parlamentare të aprovimit, që ndërkohë ne duhet të fillojmë të kalojmë nga procesi i normativizimit, pra bërjes së ligjeve, duhet të kalojmë ke procesi i implementimit. Pra duhet një grup i fuqishëm, i rëndësishëm, i cili pra nëse është një partneritet ligjor pa diskutim e ka këtë reputacion. Unë po e përmbledh sepse shoh që duhet të ndërprer, por këto ishin kryesore. Kemi pak borx audiencës se ishin ka kërku fjalën zonja Pranvera Dobruna. Pastaj po zoti Gashi edhe këtu shohëm shkurtimisht të marrim sa më shumë feedback që thuhet edhe pyetje apo komente. Urdhëroni. Faleminderit. Faleminderit që organizoni këto takime që janë shumë të dobishme edhe për diçka tjetër. Për shembull në takimin e kaluar zonja ministresh tha që gazet po i mbyllën dera. Tani po ndëgjojmë prej sa vitit që studimi i fizibilitetit për rrjetin distributiv, po kryhet. Unë si Sabit Gashi. Po. Prandaj këto takim unë po duam me dhënë rëndësi po duam me dhënë takimeve. Dhe sa i përket komplementaritetit, Sabiti më shtini më kujtu në kohën kur kemi negociuar tratatin për Komunitetin e Energjisë, që ka qenë shumë e vështirë me i shpjegu që nëse kemi thonë që sistemet janë komplementare, është përkthy në shtetet janë komplementare. Prandaj kemi pas shumë probleme. Na kanë thonë në atë kohë është me rëndësi me qenë pjesë iniciativave, me qenë pjesë e tratatit për Komunitetin e Energjisë, e çështja e komplementaritetit të sistemeve, jo të shteteve, janë me ku. Prandaj tani nuk ka arsye për mos me bashkëpunë. Është e pakuptim mos me bashkëpunë. Nevojitet nga ana e Kosovës, mundi me thonë me përgjegjësi, nevojitet një qëndrueshmëri, një guxim, edhe një qasje më shoqërore në raport me kapitalin privat, që në Shqipëri nuk mungon. Para në Shqipëri është më e theksuar, në Kosovë ka një farë hezitimi për involvimin e kapitalit privat në sektorin e energjisë. Po, përndryshe mundet, unë para një viti e kam propozuar që është projektin e Skavicës me qenë vizetar Kosova, për shkak të fleksibilitetit, nevojës për fleksibilitet. Gjithashtu mendoj që edhe Kosova duhet me qenë vizetar në projektin e gazit në Florë. Ne Kosova si nevojitet një regjim modulare, edhe sezonale, mos harrojmë,
Prandaj unë pajtona, do më thonë në 2 projekte, edhe në Skavic edhe në projektin e gasit. Dhe shumë shpejt Kosova duhet të mendoj... A janë ata për me qenë na i se donë 2 projektet apo janë? Shtë pyetjen. Unë mendoj që ky grupi që do të formohet, do të jetë propozime të bazuara në dijeni, në eksperiencë edhe në ekspertizë. Prandaj unë besoj që edhe Shqipëria, edhe Kosova duhet në një mënyrë të respektojnë mendimet e ekspertave. Kjo është shka shumë të desh me shtu, pra edhe shka më tutje Kosova duhet të punojnë në seasonal battery storage, sepse na kemi probleme me ngrohje. Kjo është shka që edhe Shqipëria edhe Kosova duhet të mendojnë me këtë. Faleminderit. Për këto propozime konkrete, pikërisht të 2 projekte janë strategjike, po edhe Shqipëria të dushme po investime në Kosovë. Mohamed, faleminderit për pyetjen e tretë që e bane, sepse i tonë këtë diskutim në një mënyrë kondenzuar në më të bukurën që apo në atë që e kemi prit, me tregu e çka mund të bëjmë bashkë. Kështu që them, tashmë kemi disa ide shumë konkrete, cilët unë edhe prita që sot në këtë takim do t'i bëjmë. Po, t'ja nisim me një diçka me një batut tjetër, ndoshta ato që tha profesori në Kosovë me të madhe thuhet. Kosova flet mbi çmyrë. Dhe unë duket që është koha fundit Kosova me izbulu këto dyshek të komoditës edhe me kalu me flajtën dyshek pak. Edhe me lënë flajtën për mi çmyrë. Dhe nga aty me rezonu mirë me rezonu se ka mund të shkojmë dhe ka duhet të shkojë tonë sistemi jonë energjetik. Dhe aty kur rezonojmë këtë, jo disa gjëra që thojnë anglisht goes without saying, vjen as mi përmend, shkojnë automatikisht, janë pjesë e miksit. Miksi ka 4-5 elementa, miksi energjetik, gjithë ftohemi, thirremi në këtë mix, por e bukura e miksit është nëse ti mundesh, si një gjellë kur e bën, ka përbërës të njëjtë, po varësisht prej asaj se sa i shton prej cilës, i jep apo si jep shije fare. Miksi jonë duhet me dhon shije, jo vetëm shije, po duhet për me qenë adekuat karshi nevojave energjetike të Kosovës. Dhe definitivisht, e para për cilën s'duhet diskutuar as pak është duhet shkojmë deri në maksimum me burime alternative të riportritshme. Maksimum, çka do që do të jetë maksimumi, duhet shkojnë maksimum. Dhe kjo as pak s'duhet konfrontohet me cilën do pjesë strategjive, të cilët mundën eventualisht me thonë po e lojmë për pak më vonë. Mirë po, kur do që i flasim këto kapacitete, shoh, unë të paktën e kam gjithmonë një pyetje, po s'duhet t'i ndërpres tjerë. Më thua duhet të investojmë 1300 megawatt solare apo kështu dhe askush nuk e thot 1300 megawatt kapaciteti instalum me fjalë tjera fuqi apo 1300 megawatt do të vjen domethënë si produkt apo si eficienca përfundimtare e cila shndrohet lehtë në energji në kilowatorën çka do të jetë. Pra, kur themi 1300 megawatt gjithkuj duket shumë, thotë sa Kosova be, me Kosovën A bashk. Po jo, sepse nuk ka gjithë ditën diell, vjen edhe nata. Natën s'mund gjenerojnë diçka, ti e ke kapacitetin e instaluar apo fuqia energjetike është aty 1300, por nuk jep përfundimisht deri në fund muajit për 2300. Me kjo tjera, kjo është shumë tepër një thirrje që kur të flasim për këto mija, njëjtë edhe në strategji bëhet, njëjtë në prezantimet që i bën deri tash, le të thuhet, është kapacitet instalum, o fuqi, apo është diçka tjetër. Kjo është e dyta. Thash, kur t'i hekim të gjitha, ne duhet mendojmë mbi rahatin e dyshekut, duhet mendojmë mbi atë se çka do të jetë ajo që do të backbone, boshkurizor, do të thonë i furnizimit energjetik, sepse s'mund t'i lojmë gjitha në ndoshta nesër do të ketë diell, ndoshta s'do të ketë apo diçka tjetër. Në këto raste, Kosova i ka 2 mundësi të mira. Pse jo, disi të ngjilli po na rri sjellët edhe nga Evropa në një pak a shumë diskutim të madh, por nëpërmjet të gasit. Me fjalë tjera, po të ngjilli, por pasi që ta shohim se a mund ta kthejmë në gaz. Me fjalë tjera, jo ta djegim të ngjillin, por ta përdorim potencialin e saj kimik, karbonin në te, hidrogjenin e tjera, ta përdorim që e vetëm mundësi për ta përdorur është tu e shëndruan gaz. Edhe shqipe këtë, merreni me mend këtë. Ne e dim ky rend i parë këtu shumë mirë, po edhe ju e dini. Pa kush në Kosovë din që Kosova ka qenë vetëm prodhues i gazit. Prej vitit 1970 deri në vitin 1989, 19 vjet kemi prodhuar
me kapacitet instalues ka qenë 500 milion metra kub normal, që nuk kupton 0,5 BCM që pitojnë tash. 0,5 që është alamet kështu. Por, ajo që na ka me trashëgimi e këtij gasit, jo ato kaloritë të cilit i kemi djeg, por na kanë mbet gazpërçus. E kemi një gazpërçus për Shkup, e kemi gazpërçusin i cili rrugës hin për Shkupit edhe Kaçanik pak bile, se kemi pas një fabrikë karbonati kalciumit, e kemi në Termokos. Këtu edhe që e kemi gjetë një zgjidhje tjetër, e kemi në Feronikën, e kemi në Trekq. Me fjalë tjera, e kemi një rjet dominant të cilin, asesi sot, ato gype mos mund përdoren, fundi punit gypet tash kanë përparu teknologjikisht janë në një pozitë tjetër, bile mund të mbartin edhe hidrogen vetëm, jo vetëm për bërësit e gasit, por ne i kemi dhe kjo kushton më shumë se instalimi i gazpërçusve. Me çfarë lehtësie qeveria i tha jo, s'ko pris apo duhet pas një dokument vizibiliteti. Dokumenti vizibilitetit si till të paktën sjell parametra teknik të cilët s'mund të injorojmë. Dhe ato i ka pas mas pari në tavolinë. Përveç Sabitit i ka pas ministresha, i ka pas kryeministri e tjera, dhe këta të gjithë përveç Sabitit tash që pa ndryshe, këta të gjithë na thonë, po jo ne nuk dim çfarë gasi është ai. Dhe nuk dim çka është ajo, nuk dim ndërkohë që kam studim fizibilitetit të cilin unë e kam lexuar. Nuk kom di që ekziston. Ai studim thot para fizibilitet. Fizibilitet është. Fizibilitet është. Pas 10 ditë e apo jo. Po e kemi një gjemat shumë interesant. Po, në fund ma përqito që ta anonsojmë edhe atë. Me fjalë tjera, në ato 74 kilometra, aty thuhet një numër 74, që mas pari aty konstatohet që ekziston diçka e tillë, për cilën 90% politikanëve, jo tash e 20-30 vjet mrapa, nuk e kanë përmend kur që do thotë se dinë. Në moment me kalu ka Oviliqi, ma shumë vrehen stabilimentet e gazifikimit se sa të termocentraleve, kush nuk din kur i them unë tash shumë shpesh, more kemi pas gazifikimin ton, jo more s'kemi na në Oviliq gazifikimin ton. 32 hektar. 32 hektar i zonë. Po, ta lëm këtë. Me fjalë tjera, ne na duhet më një herë prej rahatisat i dy shekut. S'lejohet të thonë komodita se futët kështu reklam. Po jemi në një kështu të mbyllur. Pra, rehatine të shikut, ne duhet tullim të rezonoj mirë, atë shkojmë me gazifikim ajo. Unë nuk them duhet 100% me shku. Nisa në pyrt një kështu, më ndej kërë shpim kafe bashkë, ju them ju mi bindun që gjitha parametrat, ato që do të tregoj vizibilitetit do dolin shumë pozitive, por nuk e them tash, unë them, duhet ta studiojmë, sepse nëse e studiojmë, s'kem nevojë ne me ndërtu termocentrale që tash do djegin gazin e jo qëmyrin, që është si nata me ditë ndryshime dhe në aspekt ambiental. Por, në rreth të parë, ne do të mundemi me rëdzu këtë konsumin, sepse 7 qendra kosovare të i lidhin ngrohtorët me gaz, është mjaft. Ne në atë moment, afër 500 MW nevojnë apo konsumin e zvoglojnë, kjo është si me ndërtu një 500 MW shtëri, që do të shpenzoj, do të ndot, do të shkon në tutje e tjera. Pra, në këtë kontekst, ja vlen në rahatin e dy shekut, e jo qëmyrit që e djegim, për me konstatu që hajde për të provojmë të bëjmë këtë punë. Mos i haroni Sabit, tu ju kolegve, mos i mbyllni dyrën, se nga ajo kariku i shetit, ministresha në tha, javën para 2 jave, në tha e kemi mbyllat atë derë. Po thuj se kemi mbyllat, e pasi të nëmë qenë shumë mirë. E dyta është, gazi në mënyrë plotësisht ka filluar fitoj drejt qytetare në Evropë. Çuditërisht, pas luftës Ukrainës, gazi, askush se shef mo gazin si fossil fuel, i cili është indalum dhe duhet deri në vitin 2035 me zvoglu për 55%, deri në 2050 me ekre. Jo, ato thonë është tranzicional, po e dini për çfarë tranzicioni është fjala? Për 20-30 vjet. Nuk flasin tranzicional që mos me u frigu me investu sepse mas 3 vjet e kalon tranzicion. Jo, flasin për një tranzicion afatgjatje, ne këtu e kemi atë potencial. Në u dha në përmjet të MCC-s mundësia për me pru gazin Amerikan. Dhe e para dilem që politikanë vetë e banën thanë, jo marë mëso gaz ruso kjo. Marë shifni, ty të vite LNG me tankera në Andreapolis, të vinte edhe dikush e gjuna fjallë dhe qka din populli kështu, e janë të qofte që në nuk vinte Luan, veç falë që tu në me intervenu, Aleksandr Polici s'ka qenë i krym ende në atë kohë,
fjala e vërtetë është s'është për gaz rus, është për gaz të Azerbajxhanit. Në 2013 po ndërprej, sepse unë kam nënshkruar marrëveshjen me Shqipërinë, ma tepër edhe për me ndihmu që Shqipëria më paraqit si partner serioz me Azerbajxhan, e kemi ndëshkruar që Kosova do t'i bashkangjitet Shqipërisë për gazin e Azerbajxhanit do të me tangjera me liquid gas dhe gjënorë? Jo. Jo, s'po më dëgjon çka po them. Ky është gaz Azerbajxhan. Ky larg përçus është bërë për gazin e Azerbajxhanit. Tjetër është ai larg përçus. Terminali në Aleksandropolus nuk është zdia, është në shuar ende në punë, që është e vërtet, por nuk ti jep imanin e vërtetë. Jetë përmend jetë tanaf lidhje, tanaf quhet lidhje për cilën ti flet, për gazin e Azerbajxhanit i cili e kalon ton këtë segment deri poshtë. Dhe jetu përzime diçka që vjen me tanker si i langët, me LNG. Pra, nëse do ta lexosh, unë do ta ndaj me ty se e kom në telefon, e lexon këtë studim të para fizibilitetit, do ta sheh për çka fjala. Aty në mënyrë shumë konkrete flitet se cili o skenari i sjelljes së gazit i cili ofrohet Kosovës, siç ofrohet. Kosova i tha jo unë duhet t'i blej këto, si kanë emrin, bateria. Pra, kjo është një mundësi. E dyta, nëse do të më kufizoj që ti me fol vetëm 15 sekonda, një e kisha thonë 15 sekonda. E kisha thonë atë të cilin që 10 vjet nuk e thonë, e përtas. Bashkëpunimi me Shqipërinë është një gjenerim dhe i bashkangjitëm Enes 100% është legjendë urbane komplementariteti, i cili na mbush me shumë kështu energji patriotike dhe unikurte me diçka të mirë sepse qëndron ai si i tillë, po duhet lëvizim nga ajo pak. Lëvizja ajo është pyetja e fundit që e bani, çka të gjenerojmë bashkë. Dhe dy ofertat e Shqipërisë janë për dyja pra tonë 100% e pranverën. Për dyja pa mendu fare që isha put në variantin Skavicës, sidomos kisha mendu për Tecin, por po pse jo Vlorën. Jo më tepër se Vlora është afër ambienti e tjera, unë si ekolog në mënyrë se koma trahatin kështu blanko për më shkru, po jam. Pra bashkëpunimi duhet shkoj rreth gjenerimit për bashkët që e mbarova. Faleminderit. Po është bashkëpunimore, po të fjallë. Aksionet për bashkë. Bashkë. Mirë, pyte... Po ne janë Faleminderit, unë nuk e kërkova fjalën, po ma dha. Jo, është një intervenim të shkurtër. Jo, kthe, po mendoj ti ki përvojën e energjisë. Çka kishe thon cilat dy tre sanë rreth gjenerimit janë interesante, Kosova e Shqipëria. Çka do që të themi? Na ato janë vetëm dëshira. Dëshira të mira, një që po thot ose legjendë urbane, ose një patriotizëm si dushtë e qumë, por në fund do t'jemi pjesë edhe Skavicës, do t'jemi pjesë edhe në Vlorë, edhe kudo tjetër, vetëm nëse jemi konkurent. Qofse paraja që shkon nga Kosova, ose me paran që Kosova do të konkuroj në atë projekt, ose do të ofroj, me thonë gatishmërinë e vetë që të financoj, dhe ai financim nga Kosova është më i mirë se ai tjetër që vjen nga Greqia ose nga Italia, atëherë na do të jemi pjesë e asaj. Normalisht, mund të kemi disa përparësi, se flasim një gjuhë, në shumë çka tjetër, që të kemi informatat e duhura në kohë, që edhe universitetet tona po bashkëpunojnë, kështu me radhë, kjo mund të jetë, por gjithçka tjetër është dëshirë mirë. Edhe deshta mund të jetë prapë në fjalën legjende urbane, po para 20 vjetë, 10 vjetë, ndoshta edhe deri para 5 vjetë, fjala komplementaritet në aspektin e energjisë ka pas peshën shumë më të madhe se që ka sot. Në aspektin e gjenerimit për flasë, edhe në aspektin e optimizimit të dy anëve me gjenerim. Sot nuk do të thotë që jemi komplementar, po jemi komplementar me elemente të tjera, pak nështë ma të qujmë sofistikume, në aspektin e tregut, në aspektin e ndërtimit ati tregut për bashkë, në aspektin e dhonjes mundësis, në aspektin e bashkëpunimit të regulatorëve tonë dhe harmonizimit të gjitha regulativave në mes regulatorëve, ashtu që furnizuesi i Shqipërisë vjen të shet energji, po mendoj edhe në retail market, me pakicë, dhe kjo të krijohet një farë konkurente. Na kujtohet para shumë vjetë bile në Universitetin Amerikan kam pas propozuar atë për i hallit, sepse Kosova, besa dhe Shqipëria importonin energji me çmim shumë më të lartë se sa themi Greqia, e cila është importuese shumë e madhe, por kjo ishte se
kishte ndikime, do me thonë, të sistemeve të dha, Rumania, Bullgaria, Serbia, besa e kështu me radhë, dhe pa të propozu që ta krijojnë një farë tregu të përbashkët me, jo vetëm Shqipërinë, po edhe me Maqedoninë dhe Malin Zi, duke qenë që jemi 4 sisteme pak a shumë të barabarta për nga vëllimi i konsumit që kemi, po edhe nështë edhe gjenerimi që është brenda. Por tani ma, po kthejmë prapë të kjo, duhet me pa një që e përmendi profesori Alir, e përmendi edhe Luani me të madhe çështjen e gazit, dhe me thonë duhet me shqyqu cilat janë format e reja të shfrytëzimit atij të ngjillit. Sepse ajo është përparësi komparative jonë. Në fakt ke çish treni i fundit ka humbë, ndoshta para një vjetë, unë më shkruaj letër edhe të gjitha qeverive, se kemi pas shansën me kap, bilet ndoshta ka qenë fat që është tërhequr kontër globale dhe kemi mujtë në njëjtën ofertë që kemi pas gjenerat elektrikut me vazhdu vetë, nuk ka pas nga dishpërisë, po flasë edhe për qeveritar, po edhe të kalumen. I kanë shushkelën, tash jemi ku jemi. Presim, a do të ketë interesim për me bo një gasifikim që bëhet në tërësi, themi të nxjerrës, apo eventualisht kjo krizë që është kriju energjisë, ndoshta do të aktivizoj fonde edhe nga Bashkia Evropiane, sidomos e të tjerë, që të punohet në kapjen e karbonit, që quhet carbon capture, dhe ajo është teknologji e cila kishte me arsyetu shfrytëzimin e përgjillit, por që është momentalisht do me thonë me çmim tepër të lartë, e pakapshme, çashtu që është pakapshme dhe me çështja e baterive. Çështja e baterive të na është veç kemi pas shkamendu, sepse nuk mendoj që do të mundet me zgjidhë problem shumë të madh në aspektin e çmimit. Faleminderit. Faleminderit, Fader. Urdhoni edhe të marrëm edhe 2-3 vendime, propozime ose pyetje unë. Prezanton u lutem. Unë jam Kadrim. Kemi folë edhe ko pas krashi për diskutu me ty për gjona delikate edhe fatkeqësisht edhe të pas zgjedhura. Zgjedhma delikate. Do me vazhdu me zgjedhë. Atëre, shumë sa në po të më me diskutu, por edhe Fadili edhe profesori edhe kolegi Sharum, po problemet janë që ka shumë probleme në sektorin e energjisë, dhe do të më marrë një ka një me zgjellë. Kështu që na kemi ka shumë tema të cilat ka një herë është problem për një herë mi zgjellë. Lypi ko. Por, po mundohem pak me cek disa prej edhe të arritërave, po dhe vështërsive, që kena mu për, jemi tash edhe do të vejtë si tema. Folë për optimizimin e kapaciteteve gjeneruese, në pajtona precisht me Fadilin, optimizimi i energjisë, po flasëm për se produktet e energjisë nuk është energji elektrike, është edhe kapaciteti. Kapaciteti hyjë të sehove për me operu sistemi. Energjia është për me plotësu nevojën për konsumit. Pra, këto janë dy produkte të cilat shiten në treg, dhe të cilat sot, se rezultati i këtij komplementariteti që kemi, pa themi, Kosova e merr për Shqipërisë, pra, në veç për informimin e jonë, vitin 2020 kur nemi bozon revolucionit, si kas, 100% rezerva i morën nga OST-ja, edhe nga kishi. Përdorën një rezervë automatike, e cila kujkohen është në tarif, edhe një rezervë manuale, të cilën na paguajmë për atë rezervë, dhe të cilën po ashtu janë përfitues gjenerues në Shqipëri, që nuk e kanë pasur në vitin 2020. Edhe Kosova përfiton sepse ka një rezervë. Por kjo është për operim sistemi, sepse në fundit i gjithë tregu që zhvillohet duhet me pas një kriter e cila duhet të sigurit furnizimit. Siguria furnizimit është roli të SEO-s që ato me mbojt frekuencën, me mbojt tensionin. Këto duhet me pas produkte. Tani, nga aspekti energjisë, pse kjo optimizim ka fillu mua relativizu, për shkak se ne kemi fillu me humbë kapacitetet tona në Kosovë, konsumi ka fillu më rritë shumë, dhe s'kemi shumë edhe energji në shkëmby, po edhe periudat janë shumë të shkurta ku shkëmbejmë këtë energji. Mirë po, nuk humbet kjo rëndësi, sepse po fillojnë një strategji drejt, e cila kalohet në bërimet të renovueshme të energjisë, që gjithsesi ka nevojë për këto kapacitete fleksibile. Por kapacitetet fleksibile të Shqipërisë janë shumë të dobishme për me mosu strategjinë e energjisë, edhe në Kosovë, edhe në Shqipëri që është me bërimet të renovueshme të energjisë. Mirë po,
Tash, derisa vitën 2020, duke mi hit direkt me analizu sa mundet mu shkrycu kaskada e Shqipërisë, si storicë, nuk e kom ditë që edhe ato ka kogja kufizime në përdër. Sepse kaskada në sentjeni është pjerza, pastaj në 2 hidrocentrale të vogla të cilat shpesh herë nëse pjerzën e lëshon ato mbushen, s'ki mushi me akumulu shumë ujin, pra na kur i kemi analizuar si 2 TSO, kemi pasur se ka shumë kufizime. Dhe me thonë, e tash, Skavica është një bateri e cila e rrit që fleksibilitet. Skavica ndihmon jashtëzakonisht shumë që kjo më bëj shumë më fleksibile edhe me zhvillu këtë sistem. Prandaj është e rëndësishme për sistemin, është e rëndësishme mi mundsu këto investime në burimet e renovueshme të energjisë. E tash, po du me diskutu çështjen e tregut. Investimet e përbashkëta duhet shumë nxitje ndoshta politike edhe me motivu njerëzit të cilët kanë kapacitetin e vo. Mirë po, e vetmja mundësi që mendoj kjo është duke më tregu. Është tregu krijon sinjal vërtet për investime. Ky tregu është energjisë të cilën jemi në rrugë, pasi që do bëhet shpejt. Krijon një sinjal për gjithë ata investitorë se sa është me interes me investuar, ka burime çdo të investojë. Derisa s'ndodhja, na bazohemi në bursat e cilat janë evropiane. Kjo është vërtet. Është vërtetë për realitetin tonë, sepse Hungaria funksionon perfekt. Por në Kosovë dhe në këtë regionin tonë, vetëm bursa e energjisë krijon një farë stabiliteti, ka me shkuçvitet dhe të gjithë investitorët kanë me kështu. Kjo është mungesa në treg, dhe këtu duhet me investu, dhe këtu duhet me gjetë burimet, pastaj bashkë financimi e kështu me radhë. Kështu që mendoj që me hapjen e bursës së energjisë, kjo çështja e furnizimit relativizohet pak, sepse edhe Keku, edhe Keshi nuk ka me interesu kanë furnizu konsumin e 2 vende se bursa më sa. Në fund, ju e dini që bursa krijon një farë transparencë se energjia nuk dihet tek burimin, por e rëndësishme është që ata dinë që duhet me furnizu. Dhe ajo optimizon vetë sistemin, pra hapja e tregut është domosdoshmëri. Dhe ne kemi thonë, se janë 2 trege të vogla, s'ka likuiditet, duhet më bashku me tregjet të mëdha. Bashkimi i tregjet të mëdha për ne është Greqia. Është shumë më mirë se sa më bashku me tregje të tjera të cilat janë matuar më parë, sepse me bashkimin e tregut në Greqisë na thonë tregun evropian. Se tregu i Greqisë është i lidhur me tregun e Italisë, e kështu me radhë ndaj bashkimit të tregut. Pra ideja është që iniciativat që janë edhe donatorëve, që na duhet me themelju këto bursa, duhet me bë operative dhe pastaj me zhvillu metodë. Pra janë hapa që mendoj se kërkojnë edhe me suport politik, edhe duhet aktivitetet operatorëve, po duhet shumë aktive që janë edhe furnizuesit, edhe gjeneruesit, edhe TSO që janë kalorë në shtatë kryesor monitorues. Kjo është ajo që po duhet të thonë ja debatit pak ku janë problemet që kanë ndodhur. Edhe një diçka më thonë. Nga viti 2020 është e vërtetë që volumi i energjisë ka shkëmbyer 2 operatorë Keko dhe Kesh është rrit, sepse këta kanë mësuar dhe marrëveshja ku kushtet në zonën e favore, ku na e kontrollojmë praktikisht kufitin. Edhe na mundem me shkëmbim më lehtë. Faleminderit. Faleminderit apo funksionon kjo. Faleminderit, kemi harxhu kohën mjaft. Qofse dikush ka diçka të rëndësishme, kishim marrë në një intervenim, edhe mandej kishim mbyllur atë. A ka dikush me propozu diçka, me pyet diçka, s'ka. Atëherë ju falenderoj shumë, mendoj se ju kërkoj falje pak audiencës, po mendoj që më shumë do të ketë kohë, por audiencë po u zgjatëm me këto pyetje, edhe I kishëm folë që të interesant. Vetëm pak, lutem, të përfundojmë. Vetëm pak, një sekondë, ku dalëm gjithë bashkë. Ju falenderoj shumë për pjesëmarrjen, edhe audiencës, por sidomos panelistëve, të cilët na kanë